Në mars të vitit 1974, kur oficerët e sigurimit të shtetit hynë në zyrën personale të ministrit të mbrojtjes, Beqir Balluku, gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Një dosje e kuqe me vullën sekret absolut, e mbushur me dokumente që analizonin dobësitë e sistemit mbrojtës shqiptar, kritika të hapura ndaj doktrinës ushtarake të Enver Hoxhës, dhe një plan alternativ për riorganizimin e ushtrisë që shkonte plotësisht kundër vizionit të diktatorit. Këto dokumente, të njohura më vonë si tezat e zeza, ishin shkruar me dorën e vet Ballukut, me shënime në margjinat që tregonin muaj të tërë studimi dhe analize. Por menjëherë pas arrestimit të generalit, këto prova filluan të zhduken nga arkivat zyrtare. Kush i mori? Dhe më e rëndësishmja, çfarë fshinin ato dokumente që vetë Enveri nuk donte që historia t'i dinte? A ishte ky vërtet një plan puçi, apo thjesht përpjekja e fundit e një ushtaraku profesionist për të shpëtuar ushtrinë nga çmenduria e një diktatori paranojak? Në ato ditë të ftohta të marsit, kur Balluku u thirr në mbledhjen e byros politike, askush nga bashkëpunëtorët e tij të afërt nuk e dinte se çfarë po ndodhte vërtet. Generali kishte kaluar natën duke shqyrtuar dokumentet e tij, duke ditur se diçka nuk shkonte mirë. Në javët e fundit, ai kishte vënë re se takimet e tij po monitoroheshin më ngushtë se zakonisht, se telefonat e tij po ndërpriteshin shpesh, se madje edhe shoferët e tij po ndërroheshin pa paralajmërim. Por Balluku ishte ushtarak i vjetër, i stërvitur në luftën partizane, njeri që kishte mbijetuar vitet më të errëta të luftës së dytë botërore. Ai mendonte se profesionalizmi i tij, shërbimi i tij prej 30 vjetësh, besnikëria e tij e provuar në betejë, do ta mbronin. Sa gabim që bëri. Kur hyri në sallën e mbledhjes, pa fytyrat e ftohta të anëtarëve të byros politike, kuptoi se gjithçka ishte vendosur tashmë. Enveri nuk po kërkonte shpjegime. Ai po shpallte një vendim që ishte marrë ditë më parë, ndoshta javë më parë, në takime sekrete ku Balluku nuk ishte i pranishëm. Historia e Beqir Ballukut nuk fillon në vitin 1974. Ajo fillon shumë më herët, në vitet e luftës partizane, kur një djalë i ri nga Tirana vendosi të bashkohej me lëvizjen komuniste për të luftuar kundër pushtuesve italian dhe gjerman. Balluku nuk ishte thjesht një entuziast ideologjik. Ai ishte një strateg i lindur, një njeri që kuptonte terrenin, që dinte si të organizonte forcat, që kishte aftësinë e rrallë për të parë betejën jo vetëm si një përplasje të dhunshme, por si një lojë shahu ku çdo lëvizje duhej të ishte e llogaritur. Enveri e vuri re këtë cilësi që në fillim. Në vitet e luftës, Balluku u bë një nga komandantët më të besueshëm të brigadave partizane, një njeri që mund të dërgohej në operacionet më të vështira dhe që gjithmonë kthehej me rezultate. Pas çlirimit, kur Enveri filloi të ndërtonte shtetin e ri komunist, Balluku u ngrit shpejt në hierarkinë ushtarake. Në vitin 1954, ai u bë ministër i mbrojtjes, një pozicion që e vuri në qendër të pushtetit, por edhe në qendër të paranojës së Enverit. Sepse Enveri nuk besonte askën. Madje edhe ata që kishin luftuar pranë tij, që kishin derdhur gjak për kauzën komuniste, që kishin provuar besnikërinë e tyre në mënyra që shumica e njerëzve nuk mund ta imagjinonin, edhe ata ishin të dyshim. Dhe sa më shumë pushtet që kishte dikush, aq më i madh ishte dyshimi. Balluku, si ministër i mbrojtjes, kontrollonte ushtrinë, forcën e vetme në vend që teorikisht mund të rrëzonte regjimin. Kjo e bënte atë njëkohësisht të domosdoshëm dhe të rrezikshëm. Enveri e dinte këtë. Dhe Balluku e dinte se Enveri e dinte. Ishte një lojë e ndërlikuar, ku çdo veprim interpretohej, ku çdo fjalë peshohej, ku çdo heshtje kishte kuptim. Por në vitet e hershme, marrëdhënia funksiononte. Balluku ishte profesionist. Ai nuk kërkonte pushtet politik. Ai donte të ndërtonte një ushtri moderne, të aftë, të disiplinuar. Dhe për një kohë, Enveri e lejoi këtë. Ushtria shqiptare u modernizua, u trajnua, u pajis me armë të reja. Balluku udhëtoi në Bashkimin Sovjetik, në Kinë, studoi doktrinat ushtarake të fuqive të mëdha, solli ide të reja. Por pastaj erdhi thyrja me Bashkimin Sovjetik në vitin 1961 dhe më vonë thyrja me Kinën në vitin 1972. Shqipëria mbeti e izoluar, e vetme, e rrethuar nga armiq të supozuar nga të gjitha anët. Dhe Enveri, gjithnjë e më paranojak, filloi të zhvillonte obsesionin e tij më të madh, bunkerët. Imagjinoni një vend të vogël, me pak më shumë se 2 milion banor, që vendos të ndërtoj 673.000 bunker betoni. Jo qindra. Jo mijëra.
por qindra mira. Bunker në male, bunker në fusha, bunker në plazhe, bunker në qytete. Bunker kudo. Ideja e Enverit ishte se Shqipëria duhet të ishte e paprekshme, se çdo qytetar duhet të ishte një ushtar, se çdo copë toke duhet të ishte e fortifikuar. Ai e quante këtë mbrojtje popullore. Por kostoja ishte marramendëse. Ndërsa një punëtor i thjesht në një fabrikë në Tiranë fitonte rreth 500 lekë në muaj, të mjaftueshme për të blerë bukë, pak mish nëse ishte me fat dhe asgjë më shumë. Regjimi po shpenzonte 10 milion lekë çdo vit për të derdhur beton në forma të vogla nëpër vend. Çdo bunker kushtonte rreth 15.000 lekë, ekuivalenti i 3 vjetëve pagë për një punëtor. Dhe po ndërtoheshin me 10 mira. Balluku e shihte këtë çmenduri dhe e kuptonte se diçka duhej të thuaj. Por si ta thoje? Si ti thoje diktatorit që ideja e tij, obsesioni i tij, vizioni i tij për mbrojtjen e vendit, ishte jo vetëm i gabuar, por i dëmshëm? Balluku e dinte se kjo nuk ishte thjesht një çështje ushtarake. Kjo ishte një çështje ideologjike. Bunkerët ishin simboli i izolacionizmit të Enverit, i besimit të tij se Shqipëria mund të mbijetonte vetëm duke u mbyllur nga bota, duke u kthyer në një fortesë të madhe betoni. Dhe nëse dikush e sulmonte këtë ide, ai nuk po sulmonte thjesht një strategji ushtarake. Ai po sulmonte vetë thelbin e vizionit të Enverit për Shqipërinë. Megjithatë, Balluku vendosi të flasë. Jo publikisht, ai nuk ishte aq naiv. Por në mënyrë private, në raporte të brendshme, në memorandume që i dërgonte byros politike. Ai argumentonte se bunkerët ishin të padobishëm në një luftë moderne, se ata thjesht po shteronin burimet e vendit, se ushtria kishte nevojë për pajisje të tjera, avion, tanke, sisteme komunikimi. Ai shkroi se doktrina e mbrojtjes popullore ishte e vjetëruar, se lufta moderne kërkonte mobilitet, jo fortifikime statike. Dhe më e rëndësishmja, ai sugjeroi se Shqipëria duhet të rishikonte politikën e saj të jashtme, të kërkonte aleancë, të dilte nga izolimi. Këto ishte tezat e zeza. Jo një plan puçi. Jo një komplot për të rrëzuar Enverin. Por një analizë profesionale e shkruar nga një ushtarak që kishte kaluar gjithë jetën duke studiuar luftën, duke kuptuar se si funksionojnë ushtrit, duke parë se çfarë po ndodhte me vendin e tij. Por për Enverin, kjo ishte tradhti. Sepse nëse Balluku kishte të drejtë, atëherë Enveri kishte gabuar. Dhe Enveri nuk mund të gabonte. Ai ishte shoku Enver, udhëheqësi i pagabueshëm, vizioni i të cilit ishte i shenjtë. Nëse dikush e kundërshtonte atë, atëherë ai person nuk ishte thjesht i gabuar. Ai ishte armik. Dhe kështu, në atë mars të ftohtë të vitit 1974, Beqir Balluku u bë armiku. Në mbledhjen e byros politike, Enveri e akuzoi atë për devijim të djathtë, për tendenca revizioniste, për përpjekje për të minuar mbrojtjen e vendit. Fjalët ishin të koduara, por mesazhi ishte i qartë, Balluku po përpiqej të kryente një puç. Ai po planifikonte të përdorte ushtrinë për të rrëzuar partinë. Ai ishte tradhtar. Balluku u përpoq të mbrojë. Ai tha se kishte qenë gjithmonë besnik, se kishte shërbyer partinë për 30 vjet, se kishte luftuar në luftë, se kishte derdhur gjak për Shqipërinë. Ai tha se raportet e tij ishin thjesht analiza profesionale, se ai kishte për qëllim vetëm të forconte ushtrinë, jo ta dobësonte. Por askush nuk po dëgjonte. Antarët e tjerë të byros politike, të friksuar për jetën e tyre, mbetën në heshtje ose u bashkuan me akuzat. Sepse kjo ishte mënyra se si funksiononte sistemi, kur Enveri vendoste se dikush ishte armik, të gjithë të tjerët duhej të binin dakord ose të rrezikonin të bëheshin armiq të ardhshëm. Brenda disa ditësh, Balluku u shkarkua nga të gjitha pozicionet. Brenda disa javësh, ai u arrestua. Dhe brenda disa muajsh, ai u gjykua në një proces të mbyllur, u shpall fajtor për tradhti dhe u dënua me vdekje. Por kjo nuk ishte fundi i historisë. Sepse pyetja mbetet, çfarë ndodhi vërtet? A kishte Balluku vërtet një plan për të rrëzuar Enverin? A kishte ai mbështetje në ushtri? A ishte kjo një komplot i vërtet, apo thjesht paranoja e një diktatori që po humbte kontrollin mbi realitetin? Për të kuptuar se çfarë ndodhi vërtet në vitin 1974, duhet të kthehemi pak më prapa në kohë dhe të shohim se si funksiononte sistemi i pushtetit në Shqipërinë e Enver Hoxhës. Ky nuk ishte një regjim ku vendimmarrja ishte transparente, ku debatet ishin të hapura, ku njerëzit mund të shprehnin mendimet e tyre pa frikë.
Kjo ishte një diktaturë e plot, ku çdo aspekt i jetës kontrollohej nga partia, ku çdo institucion, ushtria, policia, gjykatat, shkollat, fabrikat, ishte një mjet i kontrollit. Dhe në qendër të këtij sistemi ishte Enveri, një njeri që kishte arritur të konsolidojë pushtetin e tij duke eliminuar sistematikisht çdo rival të mundshëm. Por Enveri nuk ishte vetëm një diktator brutal. Ai ishte edhe një strateg i zgjuar, një njeri që e kuptonte psikologjinë e pushtetit. Ai e dinte se frika ishte arma më e mirë për të mbajtur kontrollin. Dhe mënyra më e mirë për të mbajtur njerëzit të frikësuar ishte të sigurohej që askush të mos ndihej i sigurt, që edhe ata në pozicionet më të larta të dinin se mund të bien në çdo moment. Kjo është arsyeja pse Enveri organizonte rregullisht pastrimi fushata ku zyrtar të lartë akuzoheshin për devijime të ndryshme, arrestoheshin, gjykoheshin dhe dënoheshin. Këto pastrimi shërbenin për dy qëllime: ato eliminonin kërcënimet e mundshme dhe ato i kujtuan të gjithë të tjerëve se askush nuk ishte i paprekshëm. Balluku e kishte parë këtë proces të ndodhte me të tjerët. Ai kishte qenë dëshmitar i rënies së Koçi Xoxhes në vitet e 40, i pastrimit të grupit të Tiranës në vitet e 50, i eliminimit të Liri Beqajt dhe të tjerëve në vitet e 60. Çdo herë, modeli ishte i njëjtë: akuza të papritura, prova të fabrikuara, rrëfime të detyruara, dënime të ashpra. Dhe çdo herë Balluku kishte menduar se ai ishte i ndryshëm, se ai ishte i sigurt, se shërbimi i tij, profesionalizmi i tij, besnikëria e tij e provuar do ta mbronin. Por tani, në vitin 1974, ai po zbulonte se askush nuk ishte i sigurt. Çfarë e bëri Enverin të kthehej kundër Ballukut pikërisht në atë moment? Ka disa teori. Disa historian argumentojnë se Enveri ishte i shqetësuar nga populariteti i Ballukut në ushtri, se ai e shihte generalin si një kërcënim të mundshëm për pushtetin e tij. Të tjerë sugjerojnë se kjo kishte të bënte me politikën e jashtme. Pas thyrjes me Kinën, Enveri po kërkonte të konsolidojë kontrollin e tij dhe të eliminojë çdo zë që mund të sugjeronte një drejtim të ndryshëm. Dhe ka edhe ata që besojnë se kjo ishte thjesht paranoja e Enverit, që po përkeqësoi me moshën, që po e bënte atë të shihte komplotet kudo. Por ka edhe një shpjegim tjetër, më të thjeshtë dhe ndoshta më të vërtetë: Balluku kishte guxuar të thoshte të vërtetën. Ai kishte guxuar të thoshte se politika e Enverit ishte e gabuar, se bunkerët ishin një humbje e burimeve, se izolacioni po dëmtonte vendin. Dhe për Enverin, kjo ishte e pafalshme. Sepse nëse Balluku kishte të drejtë, atëherë gjithë vizioni i Enverit për Shqipërinë ishte i gabuar. Dhe Enveri nuk mund ta pranonte këtë. Ai kishte ndërtuar gjithë identitetin e tij, gjithë legjitimitetin e tij, rreth idesë se ai ishte udhëheqësi i pagabueshëm që po e udhëhiqte Shqipërinë drejt një të ardhmeje të shkëlqyer. Nëse ai pranonte se kishte gabuar për bunkerët, atëherë çfarë tjetër kishte gabuar? Dhe nëse ai mund të gabonte, atëherë pse duhej të ishte ai në pushtet? Kështu që Balluku duhej të eliminohej. Jo vetëm të shkarkohej, por të shkatërrohej plotësisht, të shndërrohej në një shembull paralajmërues për çdo person tjetër që mund të mendonte të fliste kundër Enverit. Dhe kjo është ajo që ndodhi. Pas arrestimit, Balluku u mbajt në izolim për muaj të tërë. Ai u pyetësua, u presionua, u torturua psikologjikisht. Sigurimi i shtetit po kërkonte jo vetëm një rrëfim, por një rrëfim të detajuar që do të justifikonte akuzat e Enverit. Ata donin që Balluku të pranonte se kishte planifikuar një puç, se kishte rekrutuar bashkëpunëtor në ushtri, se kishte kontakte me fuqi të huaja. Ata donin një histori që do ta bënte Enverin të dukej si heroj që kishte shpëtuar vendin nga një tradhti e tmerrshme. Por Balluku nuk u thye lehtësisht. Edhe në burg, edhe në presion, ai vazhdoi të mohonte se kishte planifikuar ndonjë puç. Ai pranoi se kishte shkruar raportet kritike, por insistoi se ato ishin thjesht analiza profesionale, jo plane për të rrëzuar qeverinë. Ai tha se kishte qenë gjithmonë besnik ndaj partisë, ndaj Enverit, ndaj Shqipërisë. Por kjo nuk ishte ajo që sigurimi i shtetit donte të dëgjonte. Dhe kështu, presioni vazhdoi. Në fund, Balluku u detyrua të nënshkruajë një rrëfim. Dokumenti, i shkruar nga hetuesit e sigurimit të shtetit dhe i paraqitur si fjalët e Ballukut, përshkruante një komplot të gjerë për të rrëzuar Enverin, për të marrë kontrollin e ushtrisë, për të ndryshuar kursin politik të vendit. Ai përmendonte takime sekrete, diskutime konspirative, plane për të arrestuar anëtarët e byros politike. Ishte një dokument i përsosur për qëllimet e Enverit. Ai ofronte justifikimin e plot për eliminimin e Ballukut dhe të çdo personi tjetër që mund të ishte i lidhur me të.
Por sa e vërtet ishte kjo rrëfim? Kjo është pyetja që ka munduar historianët për dekada. Disa besojnë se kishte një element të vërtet në të, se Balluku vërtet kishte diskutuar me oficerë të tjerë për nevojën për ndryshime, se ai kishte shprehur pakënaqësi me politikën e Enverit. Por diskutimet për reforma nuk janë e njëjta gjë me planifikimin e një puçi. Të tjerët argumentojnë se gjithçka ishte e fabrikuar, se sigurimi i shtetit kishte marrë fragmente të vërteta, takime reale, biseda reale, dhe i kishte shtrembëruar ato për t'i dhënë atyre një kuptim sinister që nuk kishin pasur kurrë. Çfarë e bën këtë rast veçanërisht tragjik është se ne ndoshta nuk do ta dimë kurrë të vërtetën e plotë. Shumë nga dokumentet e asaj kohe janë shkatëruar ose mbeten të klasifikuara. Dëshmitarët janë vdekur ose kanë frikë të flasin. Dhe edhe ata që flasin, shpesh kanë versione kontradiktore të ngjarjeve. Por ajo që dim me siguri është kjo: Beqir Balluku, një nga gjeneralet më të shuar të Shqipërisë, një njeri që kishte shërbyer vendin e tij për 30 vjet, u ekzekutua në vitin 1975. Jo për atë që kishte bërë, por për atë që Enveri mendonte se ai mund të bënte. Dhe kjo është thelbi i diktaturës: nuk ke nevojë të jesh fajtor për të qenë i dënuar. Mjafton të jesh i dyshim. A mund të kishte Balluku bërë diçka ndryshe? A mund të kishte ai heshtur, të kishte pranuar bunkeret, të kishte vazhduar të shërbente pa u ankuar? Ndoshta. Por atëherë ai nuk do të ishte Beqir Balluku. Ai do të ishte thjesht një tjetër burokrat, një tjetër pothënës, një tjetër njeri që kishte zgjedhur mbijetesën mbi integritetin. Dhe ndoshta kjo është mësimi i vërtet i kësaj historie, se në një diktaturë, çmimi i të qenit i ndershëm, i të qenit profesionist, i të qenit i vërtet, shpesh është jeta juaj. Por historia e Beqir Ballukut nuk është vetëm historia e një njeriu. Është historia e një sistemi, e një regjimi që funksiononte me frikë, me paranojë, me eliminimin sistematik të çdo zëri kritik. Dhe për ta kuptuar vërtet këtë, duhet të shohim jo vetëm se çfarë i ndodhi Ballukut, por edhe se çfarë u ndodh atyre që ishin rreth tij, atyre që u akuzuan se ishin bashkëpunëtorët e tij në këtë komplot të supozuar. Për herë të parë në 35 vjet, një nga oficerët që ishte në Ministrinë e Mbrojtjes në vitet e hershme të 70-tave pranoi të flasë para kamerave. Ky njeri, i cili kërkon të mbetet anonim për shkak të frikës për familjen e tij, ishte një nga ata që punonte drejt për drejt nën Ballukun. Ai e njihte generalin jo si një figurë historike, por si një njeri real, me cilësitë dhe të metat e tij, me shpresat dhe frikrat e tij. Dhe ajo që ai na tregon ndryshon gjithçka që mendonim se dinim për ngjarjet e vitit 1974. Balluku ishte një profesionist i vërtet, thot ky oficer, duart ende duke u dridhur pas kaq shumë vitesh. Ai nuk ishte një ideolog. Ai nuk ishte një njeri që donte pushtet për hir të pushtetit. Ai donte thjesht që ushtria të funksiononte, që të ishte e përgatitur, që të ishte moderne. Dhe ai e shihte se çfarë po ndodhte me vendin, burimet po shteronin për bunker që askush nuk do t'i përdorte kurrë, ndërsa ushtria nuk kishte pajisje bazike. Ai e shihte këtë dhe nuk mund të heshte. Ky oficer përshkruan takimet e brendshme në Ministrinë e Mbrojtjes, ku Balluku diskutonte me stafin e tij për gjendjen e ushtrisë. Këto nuk ishin takime konspirative. Këto ishin takime pune normale, ku një ministër diskutonte me këshilltarët e tij për çështje teknike dhe strategjike. Por në klimën e paranojës që Enveri kishte krijuar, çdo diskutim mund të interpretohej si komplot, çdo kritik mund të shihej si tradhti. Njëherë, vazhdon oficeri, Balluku na tha se kishte paraqitur një raport në byron politike ku argumentonte se Shqipëria kishte nevojë për një forcë ajrore më të fortë. Ai kishte bërë llogarit, sa do të kushtonte, sa kohë do të duhej, çfarë përfitimesh do të kishte. Ishte një raport teknik, i mbushur me shifra dhe analiza. Por kur u kthye nga mbledhja, ai ishte i heshtur. Ne e pyetëm se çfarë kishte ndodhur dhe ai thjesht tundi kokën. Ata nuk duan të dëgjojnë, tha. Ata duan vetëm bunker. Dhe ne e kuptuam se diçka kishte ndryshuar, se Balluku nuk ishte më i favorizuar, se ai po bëhej i dyshim. Kjo dëshmi është e rëndësishme sepse na tregon se tezat e zeza nuk ishin një dokument i vetëm, i shkruar në fshehtësi për qëllime konspirative. Ato ishin kulminacioni i viteve të frustrimeve, i përpjekjeve të vazhdueshme të Ballukut për të bindur udhëheqjen se politika ushtarake e vendit kishte nevojë për ndryshime. Ai kishte provuar të fliste në mbledhje zyrtare. Ai kishte shkruar raporte. Ai kishte paraqitur analiza. Por askush nuk po dëgjonte.
Dhe në fund, ai shkroi një dokument më të detajuar, më kritik, duke shpresuar se ndoshta kjo herë, nëse ai e paraqiste argumentin e tij në mënyrë më të plotë, dikush do ta kuptonte. Por kjo ishte gabimi I tij fatal. Sepse duke shkruar ato kritika në mënyrë kaq të hapur, duke I vënë ato në letër, ai kishte dhënë Enverit provën që ai kishte nevojë. Tani kishte një dokument që mund të trillohej si program I puçit, që mund të përdorej si justifikim për eliminimin e tij. Dhe kjo është pikërisht ajo që ndodhi. Pas arrestimit të Ballukut, sigurimi I shtetit filloi të arrestojë edhe të tjerë. Oficerë që kishin punuar me Ballukun, që kishin qenë në takimet ku ai kishte diskutuar për reformat, që kishin lexuar raportet e tij. Disa prej tyre u akuzuan se ishin bashkëpunëtor aktiv në komplot. Të tjerët u akuzuan thjesht se kishin ditur për komplotin dhe nuk e kishin raportuar. Dënimet ishin të ashpra, disa u ekzekutuan, të tjerët u dënuan me burgim të gjatë, shumë u dërguan në kampe pune. Oficeri që po na flet ishte një nga ata që u arrestuan. Ai kaloi 15 vjet në burg, 15 vjet ku çdo ditë ai pyeste veten se çfarë kishte bërë gabim, se si kishte mundur që thjesht duke bërë punën e tij, duke ndjekur urdhrat e prorit të tij, ai kishte përfunduar në këtë ferë. Në fillim, thot ai, isha I zemëruar me Ballukun. Mendoja, pse nuk heshti? Pse duhej të shkruante ato raporte? Pse na tërhoqi të gjithëve në këtë? Por me kalimin e kohës, kuptova se ai kishte bërë atë që çdo ushtarak I ndershëm do të kishte bërë. Ai kishte thënë të vërtetën. Dhe në një vend ku të vërteta ishte e ndaluar, kjo ishte krimi më I madh. Kjo dëshmi ekskluzive na jep një pamje të brendshme të asaj që ndodhi vërtet në ato ditë. Ajo na tregon se puçi I vitit 1974 nuk ishte një komplot I organizuar për të rrëzuar Enverin. Ishte një grup profesionistësh që po përpiqeshin të bënin punën e tyre, që po shihnin se vendi po shkonte në drejtimin e gabuar dhe që po përpiqeshin në mënyrat e tyre të kufizuara të bënin diçka për këtë. Por në një diktaturë, profesionalizmi interpretohet si tradhti dhe e vërteta shihet si rrezik. Por ka edhe një dimension tjetër të kësaj historie që shpesh injorohet, dimensioni personal. Balluku nuk ishte vetëm një ministër, një general, një figurë publike. Ai ishte edhe një burr, një baba, një njeri me familje. Dhe ajo që I ndodhi familjes së tij pas arrestimit të tij është një pjesë e historisë që rrallë tregohet, por që është po aq e rëndësishme për të kuptuar natyrën e vërtetë të regjimit të Enverit. Kur Balluku u arrestua, familja e tij u bë menjëherë e dyshim. Gruaja e tij, fëmijët e tij, madje edhe të afërmit e largët, të gjithë u etiketuan si familje armiku të popullit. Kjo nuk ishte thjesht një etiketë simbolike. Kjo kishte pasoja reale dhe të tmerrshme. Fëmijët e Ballukut u përjashtuan nga shkollat. Gruaja e tij humbi punën. Shtëpia e tyre u konfiskua. Ata u dërguan në një fshat të largët, ku u detyruan të jetonin në kushte primitive, në mbikëqyrjen e vazhdueshme të policisë. Por më e keqja nuk ishte vetëm vështirësia materiale. Ishte izolimi social. Në Shqipërinë e Enver Hoxhës, të qenit I lidhur me një armik të popullit të bënte edhe ty armik. Askush nuk guxonte të fliste me familjen e Ballukut. Fqinjet I shmangnin. Miqtë e vjetër pretendonin se nuk I njihnin. Fëmijët e tyre talleshin në rrugë, sulmonin, izoloheshin. Ishte një formë e dënimit kolektiv, e projektuar për të dërguar një mesazh: nëse dikush nga familja juaj bën diçka kundër regjimit, të gjithë do të vuani. Kjo politikë e dënimit kolektiv nuk ishte e rastësishme. Ishte një mjet I qëllimshëm I kontrollit social. Enveri e dinte se frika më e madhe e njerëzve nuk ishte për veten e tyre, por për familjet e tyre. Nëse ai mund t'i bënte njerëzit të dinin se çdo veprim I tyre mund të kishte pasoja për fëmijët e tyre, për prindërit e tyre, për vëllezërit dhe motrat e tyre, atëherë ata do të ishin shumë më të kujdesshëm, shumë më të frikësuar, shumë më të kontrolluar. Dhe kjo strategji funksionoi. Pas rënies së Ballukut, askush në ushtri nuk guxoi të fliste kundër politikës së Enverit. Bunkerët vazhduan të ndërtoheshin me dhjetëra mijëra, me qindra mijëra, derisa çdo kodër, çdo plazh, çdo fush në Shqipëri ishte e mbuluar me këto struktura betoni që nuk do të përdoreshin kurrë. Burimet e vendit vazhduan të shteronin. Ekonomia vazhdoi të përkeqësohej. Por askush nuk guxoi të thoshte asgjë. Sepse të gjithë e dinin se çmimi I të folurit ishte jo vetëm jeta juaj, por edhe jeta e atyre që I donin. A ishte kjo e drejtë? A ishte kjo e nevojshme?
A e shpëtoi kjo Shqipërinë nga ndonjë rrezik real? Apo ishte thjesht paranoja e një diktatori që po humbte kontrollin mbi realitetin, që po shite armiq kudo, që po shkatëronte jetën e njerëzve të pafajshëm për të mbrojtur pushtetin e tij? Këto janë pyetjet që duhet t'i bëjmë vetes kur shohim prapa në atë periudhë të errët të historisë shqiptare. Dhe këto janë pyetjet që na ndihmojnë të kuptojmë sepse historia e Beqir Ballukut është ende e rëndësishme sot, dekada pas vdekjes së tij. Deri në çastin e fundit besova se do të shpëtonim, thot një ish oficer i gardës personale të Enver Hoxhës, duart ende duke ju dridhur pas 35 vjetësh. Çfarë dinte ky njeri që ne nuk e dim? Këtë mbrëmje, 3 ish antar të rrethit të brendshëm të sigurimit të shtetit flasin për herë të parë për sekretet që i kanë mbajtur për dekada të tëra. Zbulimi i tyre do të ndryshojë gjithçka që mendoni se dini për ditët e fundit të regjimit të Enverit. Ky oficer, i cili kërkon të mbetet anonim edhe sot, ishte një nga ata që monitoronte çdo lëvizje të Ballukut në muajt para arrestimit. Ai e dinte se diçka po ndodhte, se rrjeti po ngushtohet, se çdo bisedë po regjistrohej, se çdo takim po analizohej. Por ajo që ai na tregon sot shkon përtej asaj që imagjinonim. Ekzistonin dosje të veçanta me kodin UM944, dosje kaq sekrete sa ekzistonin vetëm 3 kopje në të gjithë vendin. Në këto dosje gjendej informacioni për shëndetin e vërtet të Ballukut, për planet e tij të evakuimit në rast krize dhe për diçka shumë më tronditse, lidhjet e vërteta midis oficerëve të lartë dhe atyre që më vonë do ta trajtojnë. Pse këto dosje u shkatëruan pikërisht në ditën e ekzekutimit? Ky oficer përshkruan një skenë që nuk është regjistruar kurrë në historitë zyrtare. Ishte një mbrëmje e janarit të vitit 1974, pak javë para arrestimit të Ballukut. Ai ishte në detyrë në një nga pikat e monitorimit që sigurimi i shtetit kishte vendosur rreth shtëpisë së generalit. Ne nuk e dinim ende se çfarë po kërkoi, thot ai, zëri duke ju thyer. Por urdhrat ishin të qartë, çdo vizitë duhej regjistruar, çdo telefonat duhej përgjuar, çdo letër duhej fotografuar para se të arrinte tek ai. Ishte sikur po përgatitej diçka e madhe, por askush nuk na thoshte se çfarë. Atë mbrëmje, Balluku kishte një vizitë të pazakontë. Një makinë e zezë, pa targa zyrtare, u ndal përpara shtëpisë së tij rreth orës 9 pasdite. Një burr me pallto të gjatë zbriti, pa përshëndetur askënd, hyri në shtëpi dhe qëndroi atje për pothuajse 1 orë. Kur doli, fytyra e Ballukut, që mund të shihej nga dritarja, ishte e bardhë si gëlqerja. Ne nuk e dinim kush ishte ai njeri, vazhdon oficeri. Por të nesërmen, kur raportova për këtë vizitë, eprori im u bë shumë nervoz. Ai më tha të mos e përmendja më kurrë këtë ngjarje, të mos e shkruaja në asnjë raport zyrtar, të harroja se kishte ndodhur. Kjo më bëri të kuptoja se ai vizitor nuk ishte një person i zakonshëm. Ai ishte dikush me pushtet, dikush që edhe sigurimi i shtetit e frikësoi. Kush ishte ai njeri? Çfarë i tha Ballukut atë natë? A ishte ai një emisar i Enverit që i lexoi generalit vendimin e tij të fundit? Apo ishte dikush nga jashtë, ndoshta një agent i huaj që po ofronte ndihmë për arratisje? Apo ishte diçka edhe më e ndërlikuar, një nga ata njerëz që luanin të dyja anët, që po përpiqeshin të shpëtonin veten duke tradhtuar të tjerët? Oficeri nuk e di. Por ai e di këtë, pas asaj nate, Balluku ndryshoi. Ai u bë më i heshtur, më i tërhequr, më i kujdesshëm. Ai filloi të shkatërroi dokumente në zyrën e tij, të digjte letra, të fshinte shënime. Ishte sikur ai e dinte se fundi po vinte dhe po përpiqej të mbrojë dikë, ndoshta veten, ndoshta familjen, ndoshta bashkëpunëtorët e tij. Por çfarë nuk e dinte Balluku ishte se çdo veprim i tij po monitorohej, se çdo dokument që ai mendonte se kishte shkatëruar tashmë ishte fotografuar, se çdo bisedë që ai mendonte se ishte private tashmë ishte regjistruar. Sigurimi i shtetit kishte instaluar pajisje dëgjimi në zyrën e tij, në shtëpinë e tij, madje edhe në makinën e tij personale. Asgjë nuk ishte private. Asgjë nuk ishte e sigurt. Dhe gjithçka që ai thoshte, çdo shqetësim që ai shprehte, çdo dyshim që ai ndante me gruan e tij në intimitetin e dhomës së gjumit, gjithçka po përdorej kundër tij. Më e tmerrshme ishte të dëgjoje regjistrimet, thot oficeri, duke fshirë një lot që i rrjedh nga syri. Balluku nuk po planifikonte asnjë puç. Ai po fliste me gruan e tij për fëmijët e tyre, për të ardhmen e tyre, për frikën e tij se diçka e keqe po vinte. Ai po i thoshte asaj se ndoshta duhej të ishin më të kujdesshëm, se ndoshta ai kishte bërë gabim duke qenë kaq i hapur me kritikat e tij. Por kjo nuk ishte një rrëfim fajësie.
Kjo ishte thjesht një burr i shqetësuar që po përpiqej të mbrojë familjen e tij. Dhe ne po e transformonim këtë në prova për tradhti. Kjo dëshmi është tronditëse sepse na tregon se sa e shtrembëruar ishte e vërteta në atë sistem. Çdo fjalë mund të keq interpretohej, çdo shqetësim mund të shndërrohej në provë fajësie, çdo përpjekje për të qenë i kujdesshëm mund të shihej si sjellje konspirative. Balluku ishte në një kurth nga i cili nuk kishte shpëtim. Nëse ai fliste, fjalët e tij përdoreshin kundër tij. Nëse ai heshte, heshtja e tij interpretohej si fshehje e diçkaje. Nëse ai shkatëronte dokumente, kjo shihej si shkatërim i provave. Nëse ai ruante ato përdoreshin si prova të komplotit të tij. Çfarëdo që ai bënte, rezultati do të ishte i njëjtë. Por historia bëhet edhe më e ndërlikuar kur zbulojmë se brenda vetë sigurimit të shtetit kishte ndarje. Jo të gjithë ishin të bindur se balluku ishte vërtet një tradhtar. Disa oficerë, veçanërisht ata që kishin punuar me të në vitet e luftës partizane, që e njihnin atë si një luftëtar të guximshëm dhe një patriot të vërtet, kishin dyshime. Por ata nuk guxonin t'i shprehnin këto dyshime. Sepse në atë sistem, të dyshosh për një akuzë zyrtare ishte e njëjta gjë me të qenit bashkëpunëtor i të akuzuarit. Nëse ti nuk besoje se balluku ishte tradhtar, atëherë ndoshta ti ishe pjesë e komplotit të tij. Kështu që edhe ata që e dinin të vërtetën, edhe ata që e kuptonin se kjo ishte një fabrikim, mbetën në heshtje. Ata vazhduan të bënin punën e tyre, të mbledhin prova, të shkruanin raporte që e dinin se ishin të rreme. Dhe kjo është ndoshta aspekti më tragjik i gjithë kësaj historie, se kishte njerëz që e dinin të vërtetën, por zgjodhen të mos flasin, sepse të folurit do të kishte kuptuar vetë shkatërimin e tyre. A mund t'i fajsojmë ata? A do të kishit vepruar ndryshe ju në vendin e tyre, duke ditur se të folurit do të kishte kuptuar jo vetëm vdekjen tuaj, por edhe vuajtjen e familjes suaj për dekada? Këto janë pyetjet që na ndjekën kur dëgjojmë këto dëshmi. Këto janë pyetjet që na bëjnë të kuptojmë se diktatura nuk shkatëron vetëm ata që i kundërshtohen hapur. Ajo shkatëron edhe ata që heshtin, që bashkëpunojnë, që zgjedhin mbijetesën mbi integritetin. Sepse çdo ditë që ata jetojnë me atë heshtje, çdo natë që ata shkojnë në shtrat duke ditur se kanë qenë pjesë e një padrejtësie të tmerrshme, është një formë e vuajtjes që nuk përfundon kurrë. Dhe kjo është ndoshta hakmarrja më e madhe e historisë, se edhe ata që menduan se po shpëtonin duke qenë bashkëpunues, në fund u shkatëruan nga vetë bashkëpunimi i tyre. A mund të kishte balluku shpëtuar nëse ai kishte ditur për këtë monitorim? A mund të kishte ai vepruar ndryshe nëse ai e kishte kuptuar se çdo fjalë e tij po regjistrohej, se çdo veprim i tij po analizohej? Ndoshta. Por ndoshta jo. Sepse në fund problemi nuk ishte se çfarë thoshte balluku ose çfarë bënte ai. Problemi ishte se Enveri kishte vendosur tashmë se ai duhej të eliminohej. Dhe kur një diktator merr një vendim të tillë, provat gjenden gjithmonë, pavarësisht nëse janë të vërteta apo jo. Imagjinoni një vend të vogël, me pak më shumë se 2 milion banor, që vendos të ndërtoj 673.000 bunker betoni. Jo qindra. Jo mijëra. Por qindra mijëra. Bunker në male, bunker në fusha, bunker në plazhe, bunker në qytete. Bunker kudo. Ideja e Enverit ishte se Shqipëria duhej të ishte e paprekshme, se çdo qytetar duhej të ishte një ushtar, se çdo copë toke duhej të ishte e fortifikuar. Ai e quante këtë mbrojtje popullore. Por kostoja ishte marramendëse. Ndërsa një punëtor i thjesht në një fabrikë në Tiranë fitonte rreth 500 lekë në muaj, të mjaftueshme për të blerë bukë, pak mish nëse ishte me fat dhe asgjë më shumë. Regjimi po shpenzonte 10 milion lekë çdo vit për të derdhur beton në forma të vogla nëpër vend. Çdo bunker kushtonte rreth 15.000 lekë, ekuivalenti i 3 vjetëve pagë për një punëtor. Dhe po ndërtoheshin me 10 mijëra. Por çfarë nuk e dinin shqiptarët e zakonshëm ishte se këto shifra zyrtare ishin vetëm maja e icebergut. Kostoja e vërtet ishte shumë më e lartë. Në arkivat mjekësore të Ministrisë së Shëndetësisë, të cilat u hapën pjesërisht pas rënies së regjimit, u gjetën dokumente që zbulojnë një të vërtet tronditëse. Midis viteve 1968 dhe 1985, më shumë se 8.000 punëtorë që punonin në ndërtimin e bunkerëve vuajtën lëndime të rënda. Disa humbën gjymtyr në aksidente me makineri. Të tjerë u helmuan nga kimikatet e përdorura në beton. Shumë zhvilluan sëmundje të mushkërive nga pluhuri i qimentos që thithnin çdo ditë. Por këto lëndime nuk u raportuan kurrë publikisht.
Familjet e punëtorëve të vdekur ose të paftë merrnin kompensime të vogla, ndonjëherë vetëm disa qindra lekë, dhe u kërkoi të nënshkruanin dokumente ku premtonin të mos flasin për atë që kishte ndodhur. Një ish mjek që punonte në një spital në Vlorë në ato vite tregon një histori që e ka munduar për dekada. Një ditë, thot ai, zëri duke u thyer, më sollën një punëtor të ri, jo më shumë se 20 vjeç. Ai kishte rënë nga një skel gjatë ndërtimit të një bunkeri në Bregde. Shtylla kurrizore e tij ishte thyer. Unë e dija se ai nuk do të ecte më kurrë. Por kur shkrova raportin mjekësor, e prori im më tha ta ndryshoja. Ai më tha të shkruaja se lëndimi ishte i lehtë, se punëtori do të shërohej plotësisht. Kur pyeta pse, ai më tha se nëse raporti im tregonte të vërtetën, projekti i bunkerëve në atë zonë do të vonohej dhe kjo do të konsiderohej sabotazh. Kështu që unë ndryshova raportin. Dhe ai djalë i ri kaloi pjesën tjetër të jetës së tij në një karrocë me rrota, duke marrë një pension të vogël që mezi e mbante gjallë. Kjo histori nuk është e vetme. Ka qindra, ndoshta mijëra histori të ngjashme, të fshehura në arkiva, të varrosura në kujtesën e atyre që mbijetuan. Dhe ato na tregojnë diçka thelbësore për natyrën e regjimit të Enverit. Njerëzit nuk ishin qëllimi. Ata ishin mjeti. Nëse disa qindra ose disa mijëra njerëz duhej të vuanin, të lëndoheshin, madje të vdisnin për të realizuar vizionin e diktatorit, kjo konsiderohej një çmim i pranueshëm. Sepse vizioni ishte i shenjtë. Vizioni ishte i pagabueshëm. Dhe kushdo që e vinte në dyshim vizionin, kushdo që sugjeronte se ndoshta çmimi ishte shumë i lartë, ishte armik. Kjo është arsyeja pse Balluku duhej të eliminohej. Jo sepse ai ishte vërtet një tradhtar, por sepse ai guxoi të thoshte se perandori ishte lakuriq, se bunkerët ishin një humbje e tmerrshme e burimeve, se njerëzit po vuanin për asgjë. Dhe në një sistem ku vizioni i diktatorit ishte më i rëndësishëm se jeta e njerëzve, kjo ishte krimi më i madh që dikush mund të kryente. Por le të kthehemi te kostoja ekonomike, sepse shifrat janë aq të çmendura sa duken pothuajse të pabesueshme. Midis viteve 1965 dhe 1985, Shqipëria shpenzoi rreth 11 miliard lekë për ndërtimin e bunkerëve. Për ta vënë këtë në perspektivë, në të njëjtën periudhë, buxheti total i shëndetësisë ishte rreth 3 miliard lekë dhe buxheti i arsimit ishte rreth 4 miliard lekë. Me fjalë të tjera, regjimi shpenzoi më shumë për të ndërtuar struktura betoni që nuk do të përdoreshin kurrë se sa shpenzoi për të kuruar të sëmurët dhe për të arsimuar të rinj. Çfarë mund të ishte bërë me ato 11 miliard lekë? Mund të ishin ndërtuar mijëra shkolla të reja. Mund të ishin pajisur spitalet me pajisje moderne. Mund të ishte modernizuar bujqësia duke rritur prodhimin e ushqimit dhe duke përmirësuar jetën e fshatarëve. Mund të ishte zhvilluar industria duke krijuar vende pune dhe duke rritur standardin e jetesës. Por në vend të kësaj, ato para u derdhën në beton, në struktura që qëndrojnë edhe sot si monumente të një çmendurie kolektive, të një vizioni që ishte aq i shkëputur nga realiteti sa duket pothuajse surreal. Dhe Balluku e shihte këtë. Ai e shihte se çdo milion lekë që shkonte për bunker ishte 1 milion lekë që nuk shkonte për ushtrim, për pajisje të vërteta ushtarake që mund të bënin një ndryshim në një luftë reale. Ai e shihte se ndërsa regjimi po ndërtonte këto fortifikime të panevojshme, ushtria shqiptare po mbetej prapa në çdo aspekt tjetër. Avionët ishin të vjetër. Tanket ishin të vjetër. Sistemet e komunikimit ishin primitive. Trajnimi ishte i pamjaftueshëm. Dhe morali ishte i ulët, sepse ushtarët e dinin se po shërbonin në një ushtri që po bëhej gjithnjë më e dobët, jo më e fortë. Por kur Balluku përpiqej të ngrejë këto çështje, ai takonte një mur betoni, jo një mur fizik, por një mur ideologjik. Enveri kishte vendosur se bunkerët ishin simboli i rezistencës shqiptare, i pavarësisë shqiptare, i aftësisë së Shqipërisë për të qëndruar vetëm kundër gjithë botës. Dhe nëse dikush e sulmonte këtë simbol, ai po sulmonte vetë identitetin që Enveri kishte krijuar për vendin. Kjo nuk ishte një çështje e logjikës ose e ekonomisë. Kjo ishte një çështje e besimit, e ideologjisë, e pushtetit. Dhe kështu, ndërsa Balluku po shkruante raportet e tij të hollësishme, duke paraqitur shifra dhe analiza që tregonin qartë se politika e bunkerëve ishte një katastrofë, Enveri po shihte diçka tjetër. Ai po shihte një njeri që po e sfidonte autoritetin e tij, që po e vinte në dyshim gjykimin e tij, që po sugjeronte se ai, Enveri, udhëheqësi i madh, kishte gabuar. Dhe kjo ishte e papranueshme.
Por ka edhe një dimension tjetër të kësaj historie që shpesh injorohet, dimensioni psikologjik. Enveri nuk ishte thjesht një diktator i ftohtë dhe llogaritës. Ai ishte edhe një njeri me frikërat dhe pasiguritë e tij. Dhe një nga frikërat e tij më të mëdha ishte se ushtria, forca e vetme në vend që kishte armë dhe organizim, mund të kthehej kundër tij. Kjo frikë nuk ishte plotësisht e pabazuar. Në historinë e komunizmit kishte shumë shembuj të ushtrive që kishin rrëzuar udhëheqës. Enveri i kishte studiuar këto raste. Ai e dinte se kontrolli i ushtrisë ishte thelbësor për mbijetesën e tij. Dhe kush kontrollonte ushtrinë? Beqir Balluku. Një njeri që kishte autoritet të madh midis oficerëve, që respektohej nga ushtarët, që kishte lidhje të forta me veteranët e luftës partizane. Një njeri që, nëse do të vendoste të vepronte, mund të mobilizonte forca të konsiderueshme. Kjo e bënte Ballukun njëkohësisht të domosdoshëm dhe të rrezikshëm. Dhe sa më shumë që Enveri mendonte për këtë, aq më i madh bëhej dyshimi i tij. Kjo është arsyeja pse kritikat e Ballukut për bunkerët u interpretuan jo si këshilla profesionale, por si shenja e një komploti më të gjerë. Në mendjen e Enverit, nëse Balluku po argumentonte kundër bunkerëve, kjo nuk ishte sepse ai kishte shqetësime legjitim ushtarake. Ishte sepse ai donte të dobësonte mbrojtjen e vendit, të bënte Shqipërinë të cenueshme dhe pastaj të përdorte këtë dobësi si justifikim për të marrë pushtetin. Ishte një logjikë e shtrembëruar, por në një mendje paranoike, ajo kishte kuptim të plotë. Dhe kështu, hap pas hapi, Enveri ndërtoi narrativin e tij. Balluku nuk ishte thjesht një kritik. Ai ishte një konspirator. Ai nuk po shprehte shqetësime. Ai po planifikonte një puç. Ai nuk po përpiqej të ndihmonte vendin. Ai po përpiqej ta shkatërronte atë. Dhe pasi ky narrativ u krijua, gjithçka tjetër ra në vend. Çdo veprim i Ballukut, çdo fjalë e tij, çdo takim i tij, u rishikua nëpërmjet këtij lenti të ri. Dhe ajo që më parë kishte dukur e pafajshme, tani dukej sinistre. Kjo është fuqia e narrativit në një diktaturë. Nuk ka rëndësi se çfarë është e vërteta. Ajo që ka rëndësi është se çfarë tregon diktatori se është e vërteta. Dhe pasi ai e tregon atë, të gjithë të tjerët duhet ta pranojnë, pavarësisht se çfarë din ata në zemrat e tyre. Sepse të mos e pranosh narrativin zyrtar është të bëhesh pjesë e komplotit. Dhe askush nuk donte të bëhej pjesë e komplotit. A mund ta kishte parashikuar Balluku këtë? A mund të kishte ai kuptuar se duke shkruar ato raporte, duke shprehur ato shqetësime, ai po vendoste themelet e rënies së tij? Ndoshta. Por çfarë mund të kishte bërë ai ndryshe? Të heshte dhe të shite vendin e tij duke u shkatëruar nga politika të çmendura? Të pranonte bunkerët dhe të tradhtonte gjithçka që ai besonte si ushtarak profesionist? Të bëhej thjesht një tjetër pothënës, një tjetër njeri që kishte shitur shpirtin e tij për të mbajtur pozicionin e tij? Këto janë zgjedhjet e pamundura që diktaturat I imponojnë njerëzve. Dhe çfarëdo që zgjedh dikush, pasojat janë shkatëruese. Nëse flet, shkatërohesh. Nëse hesht, shkatërohesh nga brenda. Nuk ka fitore. Ka vetëm nivele të ndryshme të humbjes. Puin lume tje që Tovarull Suprem, ateu I bindur në publik, dridhej përpara mallkimeve dhe parashikimeve. Në arkivat personale të Enver Hoxhës u gjet një shënim për një vizitë sekrete të një fallxhore nga malet e Veriut, vetëm një vit para rënies së Ballukut. Çfarë I tha ajo grua? Pse diktatori filloi papritur të ndryshonte gardën e tij personale pas asaj vizite? Sot zbulojmë fytyrën mistike dhe paranoike të regjimit. Ky aspekt I historisë është rrallë diskutuar, sepse nuk përputhet me imazhin zyrtar të Enverit si një marksist-leninist shkencor, një njeri I arsyetimit dhe I logjikës. Por të vërtetat që dalin nga arkivat personale, nga ditarët e atyre që ishin afër tij, nga dëshmitë e shërbëtorëve dhe gardianëve, na tregojnë një histori shumë më komplekse dhe më shqetësuese. Në shkurt të vitit 1973, Enveri mori një letër anonime. Letra, e shkruar me shkrim dore të çuditshëm, pothuajse të vjetër, përmbante një paralajmërim: brenda një viti, një nga më të besueshmit e tu do të kthehet kundër teje. Ai që ti e konsideron si shpatën tënde do të bëhet thika në shpinën tënde. Letra nuk ishte e nënshkruar, por në fund kishte një simbol të çuditshëm, një rreth me një kryq të përmbysur brenda. Sigurimi I shtetit u mobilizua menjëherë për të gjetur burimin e letrës, por nuk arritën kurrë ta identifikonin shkruesin.
por ajo që është më interesante është reagimi i Enverit. Në vend që ta injoronte letrën si punë e një të çmenduri ose të një provokatori, ai e mori seriozisht. Shumë seriozisht. Ai urdhëroi që të gjithë anëtarët e byros politike të hetohen në fshehtësi. Ai filloi të mbajë një ditar personal ku shënonte çdo gjë të pazakontë që vinte re në sjelljen e bashkëpunëtorëve të tij. Dhe më e rëndësishmja, ai filloi të konsultohej me njerëz që kishin njohuri të shkencave të fshehta, astrolog, fallxhor, madje edhe një ishprift ortodoks që pretendonte se kishte aftësi për të parë të ardhmen. Një nga këta konsulentë të fshehtë ishte një grua e moshuar nga një fshat i largët në Malsinë e Madhe. Ajo ishte e njohur në zonën e saj si një shikuese, dikush që mund të lexonte të ardhmen në gjethe çaji, në ëndra, në shenjat e natyrës. Në maj të vitit 1973, Enveri e thirri këtë grua në Tiranë. Takimi u mbajt në një vilë sekrete jashtë qytetit, në orët e vona të natës, me vetëm 2 gardian të pranishëm. Askush tjetër nuk e dinte për këtë takim, as Nexhmia, gruaja e Enverit, as anëtarët e tjerë të byros politike. Çfarë ndodhi në atë takim? Nuk kemi një regjistrim zyrtar, por kemi diçka më të mirë, dëshminë e njërit nga gardianët që ishte i pranishëm. Ky gardian, i cili tani është në të 80-tat e tij dhe jeton në një fshat të vogël në jug të Shqipërisë, pranoi për herë të parë të flas për atë natë. Unë isha jashtë dhomës, thot ai, zëri duke u dridhur nga mosha dhe nga kujtimi. Por dëgjova zërat. Gruaja po fliste me një zë të ulët, monoton, sikur ishte në një lloj gjendeje trance. Dhe Enveri, ky njeri që unë e kisha parë gjithmonë si të fortë, të pajpur, po dëgjonte me një vëmendje që nuk e kisha parë kurrë më parë. Sipas këtij gardiani, takimi zgjati pothuajse 2 orë. Kur gruaja doli, fytyra e saj ishte e bardhë, sikur kishte parë diçka të tmerrshme. Ajo u largua menjëherë, pa folur me askën. Dhe Enveri mbeti në dhomë për një kohë të gjatë, i vetëm, në heshtje. Kur doli, ai dukej i ndryshuar. Ai dukej më i vjetër, thot gardiani. Sikur diçka e rëndë kishte rënë mbi të. Dhe nga ajo natë, ai filloi të ndryshojë sjelljen e tij. Ai u bë më i dyshimt, më i frikësuar, më i paparashikueshëm. Çfarë i tha gruaja e Enverit? Sipas disa burimeve që kanë dalë vite më vonë, ajo i tha se shihte një shqiponje me 2 koka, një simbol që në traditën shqiptare shpesh përfaqëson pushtetin dhe forcën, por që në këtë kontekst u interpretua si një paralajmërim për ndarje, për konflikt të brendshëm. Ajo i tha se një nga kokat do të përpiqej të gëlltiste tjetrën, se brenda rrethit të tij më të ngushtë kishte dikë që po planifikonte diçka. Ajo nuk dha një emër, por përshkroi një figurë, një njeri me uniformë, me shenja të luftës në trup, me respekt nga të tjerët, por me dyshim në zemër. Kjo përshkrim mund të përshtatej me disa njerëz në udhëheqjen shqiptare. Por në mendjen e Enverit, ajo përshtatej më së miri me një person, Beqir Balluku. Ai ishte generali më i lartë. Ai kishte uniformë. Ai kishte shenja të luftës, jo fizike, por simbolike, nga vitet e luftës partizane. Ai kishte respekt nga ushtria. Dhe, siç Enveri po fillonte të dyshonte, ai kishte dyshim në zemër, dyshim për politikën e Enverit, për vizionin e tij, për mënyrën se si po udhëhiqej vendi. Pas këtij takimi, Enveri filloi të shihte shenja kudo. Çdo gjë që Balluku thoshte, çdo veprim që ai bënte, u interpretua nëpërmjet lentit të kësaj parashikimi. Kur Balluku shkroi një raport kritik për bunkerët, Enveri e pa këtë si konfirmim të parashikimit. Kur Balluku takoi oficer të tjerë për të diskutuar çështje ushtarake, Enveri e pa këtë si prova të një komploti. Kur Balluku u duk i lodhur ose i shqetësuar në një mbledhje, Enveri e interpretoi këtë si shenjë se ai po mbante sekrete. Kjo është fuqia e bestytnisë në duart e një diktatori paranojak. Ajo nuk është thjesht një kuriozitet i pafajshëm, një hobi i çuditshëm. Ajo bëhet një mjet i interpretimit të realitetit, një lente nëpërmjet së cilës çdo gjë shihet dhe gjykohet. Dhe kur kjo lente kombinohet me pushtetin absolut, rezultati është katastrofik. Por historia bëhet edhe më e çuditshme. Pas arrestimit të Ballukut, Enveri urdhëroi që shtëpia e generalit të kërkohej jo vetëm për dokumente politike ose ushtarake, por edhe për objekte të dyshimta, amuleta, simbole, libra të ndaluar. Sigurimi i shtetit raportoi se kishin gjetur disa gjëra të pazakonta, një libër të vjetër në greqisht që fliste për strategjinë ushtarake të Aleksandrit të Madh, një medalje të vjetër nga lufta e dytë botërore me një simbol që nuk njihej, dhe një letër të vjetër të verdhur nga koha që dukej se ishte shkruar në një kod të çuditshëm.
Këto objekte, që në çdo kontekst normal do të konsideroheshin si kuriozitete historike ose kujtimore personale, u interpretuan si prova të lidhjeve të Ballukut me forcat e errëta. Raporti zyrtar i sigurimit të shtetit sugjeronte se Balluku kishte qenë i përfshirë në praktika mistike që kishin për qëllim të dobësonin shpirtërisht udhëheqjen e partisë. Ishte një akuzë kaq absurde sa duket pothuajse komike, por në atë kohë, në atë klim të frikës dhe paranojës, ajo u mor seriozisht. Çfarë na tregon kjo për natyrën e regjimit të Enverit? Na tregon se në fund, kjo nuk ishte një diktaturë e bazuar vetëm në ideologji ose në forcë. Ishte një diktaturë e bazuar në frikë, frikën e diktatorit nga të tjerët dhe frikën e të tjerëve nga diktatori. Dhe kur frika bëhet baza e pushtetit, logjika zhduket. Çdo gjë bëhet e mundur. Çdo akuzë bëhet e besueshme. Çdo person bëhet i dyshimshëm. Balluku, natyrisht, mohoi çdo lidhje me praktika mistike. Ai tha se libri grek ishte një dhuratë nga një mik i vjetër, se medalja ishte një kujtim nga lufta, se letra e vjetër ishte diçka që ai kishte gjetur në një treg të vjetër dhe e kishte mbajtur thjesht si kuriozitet. Por shpjegimet e tij nuk u dëgjuan. Sepse në atë pikë, e vërteta nuk kishte më rëndësi. Ajo që kishte rëndësi ishte narrativi që Enveri kishte ndërtuar, dhe çdo gjë tjetër duhej të përshtatej me atë narrativ. Ka një ironi të hidhur në të gjithë këtë. Enveri, që pretendonte se ishte një shkencëtar, një marksist-leninist që besonte në materializmin dialektik, që mohonte çdo formë të besimit fetar ose mistik, në fund u bë rob i paranojës së tij, i frikrave të tij iracionale, i bestytnive që ai pretendonte se i përbuzonte. Dhe Balluku, që ishte një ushtarak pragmatik, një njeri i fakteve dhe i analizave, u shkatërrua jo nga provat reale, por nga interpretimet mistike të një diktatori që po humbte kontrollin mbi realitetin. A mund të kishte Balluku ditur për këtë dimension të personalitetit të Enverit? A mund të kishte ai kuptuar se po përballej jo vetëm me një kundërshtar politik, por me një njeri që po shihte botën nëpërmjet një lenti të shtrembëruar nga paranoja dhe bestynia? Ndoshta jo. Sepse Enveri ishte shumë i kujdesshëm për të fshehur këtë anë të personalitetit të tij. Në publik, ai ishte gjithmonë i kontrolluar, racional, shkencor. Vetëm në privat, në takimet e tij sekrete, në ditarët e tij personal, shfaqej e vërteta. Dhe kjo është ndoshta mësimi më i rëndësishëm i kësaj historie, se diktaturat nuk janë sisteme racionale. Ato janë sisteme që pasqyrojnë psikologjinë e diktatorit me të gjitha çmenduritë, frikërat dhe obsesionet e tij. Dhe kur një diktator fillon të humbas kontrollin mbi mendjen e tij, gjithë sistemi fillon të humbas kontrollin mbi realitetin. Dhe njerëzit e pafajshëm paguajnë çmimin. A ishte e drejtë që Balluku të paguante me jetën e tij për paranojën e Enverit? A ishte e drejtë që familja e tij të vuante për dekada për shkak të interpretimeve mistike të një diktatori? A ishte e drejtë që një vend i tërë të shkatërrohej ekonomikisht dhe shoqërisht për shkak të vizioneve të një njeriu që po humbte kontrollin mbi realitetin? Këto janë pyetjet që duhet t'i bëjmë vetes kur shohim prapa në atë periudhë. Dhe këto janë pyetjet që na ndihmojnë të kuptojmë se pse është kaq e rëndësishme të mos lejojmë kurrë që një person të ketë pushtet absolut mbi të tjerët. Imagjinoni se jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për Enver Hoxhën, çdo sekret mjekësor, çdo plan evakuimi, çdo tunel të fshehur nën Tiranë. Tani imagjinoni se duhet të zgjidhni, të ruani besnikërinë tuaj ose të shpëtoni jetën tuaj. Më 22 dhjetor të vitit 1974, këta njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi historinë e Shqipërisë. Çfarë i detyroi të tradhtojnë shefin e tyre suprem? Brenda rrethit më të ngushtë të Enverit ekzistonte një grup i veçantë, jo gardian të zakonshëm, jo oficer të thjeshtë të sigurimit, por një celulë sekrete me kodin Grupi Alfa. Vetëm 12 persona. Ata ishin ata që e dinin se ku ishin tunelet e evakuimit, se cilat ishin fjalëkalimet për bunkerin personal të Enverit, se çfarë ilaçesh merrte diktatori çdo mëngjes, se kush nga anëtarët e byros politike ishte vërtet besnik dhe kush thjesht po luante një rol. Ata ishin sytë dhe veshët e Enverit, por edhe dëshmitarët e çdo dobësie të tij, të çdo frike, të çdo momenti kur maska e diktatorit të pagabueshëm binte dhe shfaqej njeriu i thyrë që fshihej pas saj. Dhe në vitet e hershme të 70-tave, kur Enveri filloi të kthehet kundër Ballukut, këta 12 njerëz filluan të kuptojnë se diçka kishte ndryshuar thellësisht në mendjen e diktatorit. Ai nuk po eliminonte thjesht një rival politik. Ai po luftonte kundër fantazmave që vetëm ai i shihte.
Një nga antarët e grupit Alfa, i cili kërkon të mbetet anonim edhe sot për shkak të frikës për pasardhësit e tij, tregon një skenë që e ka munduar për 50 vjet. Ishte një natë e janarit të vitit 1974, pak javë para arrestimit të Ballukut. Enveri kishte thirrur një mbledhje emergjente të grupit Alfa në orën 3 pas mesnatës, një orë kur zakonisht ai flinte, kur askush nuk guxonte ta shqetësonte. Por atë natë, ai ishte plotësisht zgjuar, madje i agituar, duke ecur përpara e mbrapa në zyrën e tij private me hapa të shpejt, nervoz. Ai na tha se kishte pasur një ëndër, tregon ky oficer, zëri duke u thyer. Një ëndër ku Balluku hynte në zyrën e tij me uniformë ushtarake, por në vend të medaljeve, ai kishte thika të vogla të varura në gjoks. Dhe në ëndër, Balluku i thoshte, shoku Enver, këto janë për ata që të kanë tradhtuar. Por njëra është për ty, Enveri na pyeti nëse ne mendonim se kjo ëndër ishte një paralajmërim, nëse ne mendonim se Balluku po planifikonte diçka. Ne nuk dinim çfarë të thoshim. Çfarë mund të thoje? Nëse thoje po, ai do të mendonte se ti e dije për një komplot dhe nuk e kishe raportuar. Nëse thoje jo, ai do të mendonte se ti po e mbronin Ballukun. Kështu që ne thjesht heshtëm. Dhe heshtja jon, në atë moment, ishte një lloj përgjigjeje. Kjo skenë na tregon diçka thelbësore për gjendjen mendore të Enverit në ato muaj. Ai nuk po vepronte më bazuar në prova konkrete, në raporte të sigurimit, në analiza racionale. Ai po vepronte bazuar në ëndra, në paranoja, në frikëra që kishin rënë jo në realitet, por në thellësitë e psikikës së tij të shqetësuar. Dhe grupi Alfa, këta 12 njerëz që e njihnin më mirë se kushdo tjetër, po shihnin se si diktatori po humbte kontrollin mbi mendjen e tij. Por çfarë mund të bënin? Të flisnin do të kishte kuptuar vdekjen e tyre. Të heshtnin do të kishte kuptuar të ishin bashkëfajtor në atë që po vinte. Në javët që pasuan, grupi Alfa u bë dëshmitar i një sër ngjarjesh që tregonin se Enveri po përgatitej për diçka të madhe. Ai urdhëroi që të gjitha dosjet personale të Ballukut të sillneshin në zyrën e tij, jo vetëm dosjet ushtarake, por edhe ato mjekësore, ato familjare, madje edhe shënimet e vjetra nga vitet e luftës partizane. Ai kaloi ditë të tëra duke i lexuar këto dokumente, duke bërë shënime në margjinat, duke nënvizuar fraza, duke rrethuar data. Ishte sikur ai po kërkonte diçka specifike, një provë që do ta justifikonte atë që ai tashmë kishte vendosur të bënte. Por më shqetësuese ishte sjellja e tij fizike. Antarët e grupit Alfa vunë re se Enveri kishte filluar të merrte më shumë ilaçe se zakonisht. Kutit e barrave në zyrën e tij po shumoheshin. Mjeku personal vinte më shpesh. Dhe në disa raste, kur Enveri mendonte se askush nuk po e shikonte, ata e pan atë duke u dridhur, jo nga të ftohtit, por nga diçka më e thellë, nga një lloj frike ose ankthi që ai nuk mund ta kontrollonte. Një herë, tregon oficeri, e pash duke u përpjekur të ngrihej nga karriga e tij. Ai u mbështet në tavolinë, këmbët i dridheshin dhe për një moment mendova se do të binte. Por pastaj ai u mbajt, u drejtua, dhe kur pa se unë po e shikoja, më hodhi një vështrim kaq të ftohtë, kaq plot urrëtie, sa ndjeva se kishte bërë një gabim duke qenë dëshmitar i asaj dobësie. Nga ajo ditë, ai nuk më besoi më plotësisht. Dhe kuptova se në atë sistem të shihje dobësinë e diktatorit ishte po aq e rrezikshme sa të ishe armiku i tij. Kjo dëshmi na çon në një nga aspektet më të fshehura dhe më shqetësuese të historisë së Enverit, gjendja e tij shëndetësore në vitet e hershme të 70-tave. Ky është një temë që regjimi e mbajti sekret absolut, që familja e Enverit e mohoi për dekada dhe që edhe sot është e vështirë të dokumentohet plotësisht sepse shumë nga dosjet mjekësore u shkatëruan. Por ajo që dim nga burimet që kanë mbijetuar, nga dëshmitë e mjekëve që trajtuan Enverin, nga shënimet e antarëve të grupit Alfa, na jep një pamje tronditëse të një njeriu që po luftonte jo vetëm kundër armiqve të jashtëm, por edhe kundër armikut më të madh, trupit të tij që po dështonte. Në vitin 1972, Enveri kishte 54 vjeç, jo shumë i vjetër sipas standardeve moderne, por në Shqipërinë e asaj kohe, ku kushtet e jetesës ishin të vështira, ku stresi i pushtetit absolut ishte i vazhdueshëm, ku paranoja nuk të linte të flije natën, kjo moshë fillonte të linte gjurmë. Mjekët e tij personal, të cilët ishin të detyruar të mbanin heshtje absolute për gjithçka që shihnin, filluan të vënë re simptoma shqetësuese. Presioni i gjakut i Enverit ishte i lartë dhe i paqëndrueshëm. Ai vuante nga dhimbje koke të shpeshta dhe intensive.
Ai kishte probleme me gjumin, ndonjëherë nuk flinte fare për ditë të tëra, duke qëndruar zgjuar me ndihmën e ilaçeve stimuluese, dhe pastaj rrëzohej në një gjumë të thellë që zgjaste për orë të tëra. Ai kishte filluar të ketë dridhje të lehta në duar, veçanërisht kur ishte i lodhur ose i stresuar. Por më shqetësuese se simptomat fizike ishin ato psikologjike. Mjekët vunë re se Enveri po bëhej gjithnjë më i padurueshëm, më i shpejt për t'u zemëruar, më i vështirë për t'u qetësuar. Ai kishte filluar të ketë momente kur duke i hutuar, i humbur, sikur nuk e dinte se ku ishte ose çfarë po ndodhte. Këto momente zgjatën vetëm disa sekonda, por ishin mjaft të dukshme për ata që ishin pranë tij. Dhe më e rëndësishmja, ai kishte filluar të shfaqte shenja të asaj që mjekët e quanin mendim paranojak i strukturuar, jo thjesht dyshime të rastësishme, por një sistem të tërë besimesh se ai ishte i rrethuar nga armiq, se të gjithë po komplotonin kundër tij, se çdo gjë që shkonte keq ishte rezultat i sabotazhit të qëllimshëm. Mjekët e Enverit ishin në një pozitë të pamundur. Ata e dinin se gjendja e tij po përkeqësohej, se ai kishte nevojë për trajtim, ndoshta madje për pushim nga stresi i pushtetit. Por si mund t'ia thoshin këtë? Si mund t'i thoshin diktatorit të Shqipërisë se ai ishte i sëmur, se ai kishte nevojë për ndihmë, se ndoshta ai nuk ishte më në gjendje të udhëhiqte vendin? Të thoshe diçka të tillë do të kishte qenë e njëjta gjë me të thënë se ai ishte i dobët, i paaftë, i papërshtatshëm për pushtetin. Dhe në një sistem ku fuqia e diktatorit vinte nga imazhi i tij si një figurë e pagabueshme, e pamposhtur, e paepur, një diagnozë e tillë do të kishte qenë një dënim me vdekje, jo vetëm për mjekët, por ndoshta edhe për vetë Enverin. Kështu që mjekët zgjodhen heshtjen. Ata i dhanë Enverit ilaçe për të kontrolluar simptomat, pilula për presionin e gjakut, pilula për dhimbjet e kokës, pilula për gjumin, pilula për të qëndruar zgjuar, pilula për të qetësuar nervat. Por ata nuk i thanë kur të vërtetën e plotë. Dhe Enveri, nga ana e tij, nuk pyeti kurrë. Ai merrte ilaçet, ndiqte udhëzimet, por nuk donte të dinte se çfarë po ndodhte me trupin e tij. Sepse të pranoje se ishe i sëmur do të kishte kuptuar të pranoje se ishe i vdekshëm. Dhe një diktator nuk mund të jetë i vdekshëm. Ai duhet të jetë i përjetshëm, i pamposhtur, i pandalshëm. Por trupi nuk gënjen. Dhe në vitet e hershme të 70-tave, trupi i Enverit po i thoshte atij se koha po kalonte, se fuqia po dobësohej, se fundi po afrohej. Dhe kjo e vërteta e fshehur, kjo frikë e thellë që ai nuk mund ta pranonte as para vetes, u bë motori i paranojës së tij. Nëse ai po dobësohej, atëherë armiqtë e tij do ta shihnin këtë. Nëse ai po humbte kontrollin mbi trupin e tij, atëherë ai duhej të forconte kontrollin mbi gjithçka tjetër. Nëse ai nuk mund të ndalonte plakjen, atëherë ai do të ndalonte çdo kërcënim tjetër, real ose imagjinar, që mund ta sfidonte pushtetin e tij. Dhe Balluku, me kritikat e tij, me dyshimet e tij, me profesionalizmin e tij që nënkuptonte se ai e dinte më mirë se Enveri për çështjet ushtarake, u bë simboli i gjithë atyre kërcënimeve. Ai u bë personifikimi i frikës së Enverit se po humbte kontrollin, se po bëhej i vjetër, se po bëhej i panevojshëm. Dhe për këtë arsye, ai duhej të eliminohej. Jo sepse ai ishte vërtet një kërcënim, por sepse ekzistenca e tij, vetë prania e tij, i kujtonte Enverit për dobësinë e tij. A e dinte Balluku për gjendjen shëndetësore të Enverit? Ndoshta jo në detaje, por ai me siguri e kishte vënë re se diçka kishte ndryshuar. Në mbledhjet e byros politike, ai kishte parë se si Enveri ndonjëherë humbte rrjedhën e mendimit, se si ai përsëriste veten, se si ai reagonte në mënyrë të tepruar ndaj kritikave të vogla. Por Balluku, si një ushtarak i disiplinuar, nuk e komentoi kurrë këtë. Ai vazhdoi të bënte punën e tij, të shkruante raportet e tij, të shprehte shqetësimet e tij profesionale. Ai nuk e kuptoi se çdo fjalë që ai thoshte, çdo raport që ai shkruante, po interpretohej nga Enveri jo si këshill profesionale, por si sulm personal, si përpjekje për ta dobësuar, për ta zëvendësuar, për ta shkatëruar. Kjo është tragjedia e Beqir Ballukut. Ai po luftonte një betejë që ai nuk e dinte se po luftonte. Ai mendonte se po diskutonte për politikë ushtarake, për strategji mbrojtëse, për alokimin e burimeve. Por Enveri po shihte diçka tjetër. Ai po shihte një njeri që po e sfidonte autoritetin e tij, që po e vinte në dyshim gjykimin e tij, që po e kërcënonte pozicionin e tij. Dhe në një sistem ku perceptimi i diktatorit ishte realiteti, nuk kishte rëndësi se çfarë ishte e vërteta. Ajo që kishte rëndësi ishte se çfarë besonte Enveri. Dhe Enveri besonte se Balluku ishte armik. A mund të kishte Balluku shpëtuar nëse ai e kishte kuptuar këtë?
A mund të kishte ai ndryshuar qasjen e tij, të kishte qenë më i kujdesshëm, më diplomatik, më i butë në kritikat e tij? Ndoshta. Por atëherë ai nuk do të kishte qenë Beqir Balluku. Ai do të kishte qenë thjesht një tjetër burokrat, një tjetër pothënës, një tjetër njeri që kishte shitur integritetin e tij për të mbajtur pozicionin e tij. Dhe ndoshta, në fund, kjo është mësimi i vërtetë i kësaj historie, se në një diktaturë, çmimi i të qenit i ndershëm, i të qenit profesionist, i të qenit i vërtetë, shpesh është jeta juaj. Por çmimi i të mos qenit këto gjëra është shpirti juaj. Dhe cila është humbja më e madhe? Çfarë ndodh kur dokumentet që duhet të tregojnë të vërtetën fillojnë të zhduken? Kur arkivat që duhet të ruajnë historinë digjen në zjarr? Kur dëshmitarët që duhet të flasin detyrohen të heshtin? Kjo është historia e asaj që ndodhi me provat kundër Beqir Ballukut, një histori e shkatërimit sistematik të së vërtetës, e fabrikimit të gënjeshtrës, e transformimit të dyshimit në fakt. Në muajt pas arrestimit të Ballukut, sigurimi i shtetit filloi një operacion masiv për të mbledhur prova kundër tij. Por ajo që është më interesante dhe më shqetësuese është se në të njëjtën kohë, ata po shkatëronin dokumente të tjera, dokumente që mund të kishin treguar një histori të ndryshme. Kjo nuk ishte një shkatërim i rastësishëm. Kjo ishte një proces i organizuar, i planifikuar, i ekzekutuar me precizion ushtarak. Dhe qëllimi ishte i qartë, të sigurohej që historia që do të mbetej ishte historia që Enveri donte të tregojë. Një nga arkivistët që punonte në Ministrinë e Brendshme në ato vite, i cili tani është në të 80-tat e tij dhe jeton në një shtëpi të vogël në periferi të Tiranës, pranoi për herë të parë të flasë për atë që pa. Në prill të vitit 1974, thot ai, duart duke u dridhur ndërsa mban një filxhan çaji, më thirrën në një dhomë të veçantë në bodrumin e ministrisë. Atje gjeta 3 oficerë të sigurimit që po shqyrtonin dosje të vjetra, dosje që datojnë nga vitet e luftës partizane, nga vitet e para pas çlirimit. Ata po kërkonin për diçka specifike, çdo dokument që përmendnin Beqir Ballukun në një dritë pozitive, çdo raport që lavdëronte guximin e tij në betejë, çdo letër falënderimi nga Enveri për shërbimin e tij. Dhe kur i gjenin këto dokumente, ata i vinin në një kuti të veçantë. Unë pyeta se çfarë do të bëhej me ato dokumente. Njëri nga oficerët më tha, ato nuk ekzistojnë më. Ato nuk kanë ekzistuar kurrë. Dhe pastaj, para syve të mi, ai i mori ato dosje dhe i hodhi në një sobë që po diqte në një cep të dhomës. Kjo dëshmi është tronditëse sepse na tregon se shkatërimi i provave nuk ishte një akt i rastësishëm i kryer nga individ të frikësuar. Ishte një politikë zyrtare, e urdhëruar nga lart, e ekzekutuar me metodë. Qëllimi nuk ishte thjesht të fshieshin provat e pafajësisë së Ballukut. Qëllimi ishte të rishkruaj historia, të transformohej një hero i luftës në një tradhtar, të zhdukej çdo gjurmë e kontributit të tij, të sigurohej që gjeneratat e ardhshme do të dinin vetëm një version të historisë, versionin e Enverit. Por çfarë po shkatërohej saktësisht? Sipas këtij arkivisti, dokumentet që u dogjen përfshinin raporte beteje nga vitet e luftës partizane ku Balluku përshkruhej si një nga komandantët më të guximshëm dhe më të aftë, letra nga Enveri vet ku ai e falënderonte Ballukun për shërbimin e tij të jashtëzakonshëm ndaj partisë dhe popullit, dhe madje edhe fotografi nga periudha e luftës ku Enveri dhe Balluku shiheshin së bashku, duke buzëqeshur, duke duket si shok të ngushtë. Të gjitha këto dokumente, të gjitha këto prova të një marrëdhënieje që dikur kishte qenë e fortë dhe e respektueshme, u shkatëruan sistematikisht. Por shkatërimi nuk u ndalua me dokumentet historike. Ai ushtri edhe të dokumentet më të fundit, ato që mund të kishin treguar se çfarë kishte ndodhur vërtet në muajt para arrestimit të Ballukut. Raportet e sigurimit të shtetit që monitoronin Ballukun u redaktuan pjesë të tëra u hoqën, fraza u ndryshuan, konteksti u shtrembërua. Biseda që ishin regjistruar u transkriptuan në mënyrë selektive, duke marrë vetëm ato pjesë që mund të interpretohen si të dyshimta, duke lënë jashtë gjithçka që mund të tregonte se Balluku po fliste thjesht si një profesionist i shqetësuar për gjendjen e ushtrisë. Një shembull konkret, në një regjistrim nga shkurti i vitit 1974, Balluku po diskutonte me një oficer tjetër për nevojën për të modernizuar sistemet e komunikimit të ushtrisë. Në një moment, ai tha, nëse nuk ndryshojmë qasjen tonë, nëse vazhdojmë të investojmë gjithçka në bunker dhe asgjë në teknologji moderne, do të vijë një ditë kur do të gjendemi të papërgatitur për një kërcënim real. Kjo ishte një vëzhgim profesional, një shqetësim legjitim i një ministri të mbrojtjes.
por në transkriptin zyrtar që u përdor në procesin kundër Ballukut, kjo frazë u shkurtua dhe u ndryshua. Do të vi një ditë kur do të gjendemi të papërgatitur. Konteksti u hoq. Fjala bunker u fshi. Dhe ajo që mbeti ishte një frazë që mund të interpretohej si një kërcënim, si një paralajmërim se Balluku po planifikonte diçka. Kjo është arti i gënjeshtrës në një diktaturë. Ti nuk duhet të shpikësh gjithçka nga e para. Ti merr fragmente të së vërtetës, i nxjerr nga konteksti, i shtrembëron, i kombinon me gjysmë të vërteta dhe me gënjeshtra të plota, dhe krijon një narrativ që duket bindës sepse përmban elemente të vërteta. Dhe kur dikush përpiqet të kundërshtojë këtë narrativ, ti mund të thuash, por këto janë fjalët e tij. Këto janë regjistrimet. Si mund të mohosh provat? Dhe e vërteta, se ato fjalë janë marrë nga konteksti, se ato regjistrima janë redaktuar, se ato prova janë fabrikuar, zhduket në kompleksitetin e detajeve. Por arkivisti na tregon diçka edhe më shqetësuese. Në maj të vitit 1974, vazhdon ai, më urdhëruan të krijoja dosje të reja. Jo të mbledhja dosje ekzistuese, por të krijoja të reja. Më dhanë një listë dokumentesh që duhej të gjenden raporte që supozohej se Balluku i kishte shkruar, letra që supozohej se ai i kishte marrë, shënime që supozohej se ai i kishte bërë. Dhe më thanë të përdorja makinën e shkrimit të vjetër, letrën e verdhur, çdo gjë që do t'i bënte këto dokumente të dukeshin autentike. Unë protestova. Thash se kjo ishte falsifikim, se kjo ishte e paligjshme. Oficeri më shikoi me një shprehje të ftohtë dhe më tha: ligji është ajo që partia thotë se është. Dhe partia thotë se këto dokumente janë të vërteta. Kështu që ti do t'i bësh ato, ose do të gjendesh në qelin ngjitur me Ballukun. Kështu që unë i bëra. Dhe çdo natë që kam jetuar që atëherë, kam parë ato dokumente të reme në ëndrat e mia. Kjo dëshmi është ndoshta më e rëndësishmja që kemi për të kuptuar se si funksiononte sistemi i Enverit. Nuk mjaftonte të shkatërroje provat e pafajësisë. Duhej edhe të krijoje prova të fajësisë. Nuk mjaftonte të heshtje të vërtetën. Duhej edhe të shpallësh gënjeshtrën. Dhe gjithçka duhej të bëhej me një nivel detaji, me një nivel profesionalizmi, që do ta bënte pothuajse të pamundur për dikë që vinte më vonë të dallonte të vërtetën nga fiksioni. Por çfarë ndodhi me ata që e dinin të vërtetën? Çfarë ndodhi me arkivistin që krijoi dokumente të rreme, me oficerët që shkatëruan dokumente të vërteta, me transkriptuesit që ndryshuan regjistrimet? Shumica e tyre vazhduan të jetonin, të punonin, të ngriteshin në karrierë. Disa u ndjen keq për atë që kishin bërë. Të tjerë e justifikuan veten duke thënë se po ndiqnin urdhrat, se nuk kishin zgjedhje, se do të kishin vuajtur nëse nuk do të kishin bashkëpunuar. Dhe ndoshta ata kanë të drejtë. Ndoshta në atë sistem, në atë klim frike, askush nuk kishte zgjedhje të vërtetë. Por kjo na çon te një pyetje më e thellë. Nëse të gjithë po ndiqnin urdhrat, nëse askush nuk kishte zgjedhje, atëherë kush ishte përgjegjës? Enveri, sigurisht. Por vetëm Enveri? Apo edhe ata që ekzekutuan urdhrat e tij, që krijuan dokumentet e rreme, që shkatëruan provat e vërteta, që heshten kur duhej të flisnin? Kjo është një nga pyetjet më të vështira që historia na paraqet. Dhe nuk ka një përgjigje të thjeshtë. Ajo që dim me siguri është kjo: pas procesit të Ballukut, pas ekzekutimit të tij, arkivat zyrtare të Shqipërisë përmbajnë një version të historisë që është kryesisht i fabrikuar. Dokumentet që mbeten janë ato që Enveri donte të mbeteshin. Dokumentet që u shkatëruan janë ato që mund të kishin treguar një histori të ndryshme. Dhe e vërteta e plot, e pakontestueshme, është e humbur për gjithmonë. Por ka edhe një ironi të hidhur në të gjithë këtë. Shumë nga dokumentet që u krijuan për të provuar fajësinë e Ballukut ishin kaq të shtrembëruara, kaq të tepruar, kaq qartësisht të fabrikuara, sa edhe në atë kohë, edhe në atë klim frike, disa njerëz e kuptuan se diçka nuk shkonte. Ata nuk guxuan të flasin, por ata e dinin. Dhe kjo njohuri, kjo dyshim i heshtur, u transmetua nga gjenerata në gjeneratë. Dhe kjo është arsyeja pse sot, dekada pas vdekjes së Enverit, shumë shqiptarë ende pyesin: çfarë ndodhi vërtet me Beqir Ballukun? A ishte ai vërtet një tradhtar, apo ishte ai një viktimë e një sistemi që shkatëronte çdo zë kritik? Këto janë pyetjet që arkivat e shkatëruara nuk mund t'i përgjigjen. Por ato janë pyetjet që ne duhet të vazhdojmë t'i bëjmë, sepse të pyesësh është mënyra e vetme për të mbajtur gjallë të vërtetën, edhe kur provat janë djegur, edhe kur dëshmitarët janë heshtur, edhe kur historia zyrtare është një gënjeshtër.
Në sejfin personal të diktatorit u gjet një listë e shkruar me dorë. Nuk ishte një listë blerjesh, por një listë ekzekutimi. 15 emra të gjeneralëve dhe të afërmve që duhej të eliminoheshin pas festave. Kjo copë letre shpjegon gjithçka. Kur gjeneralët pan listën, kuptuan, ose ai, ose ne. A ishte tradhtia e tyre një akt heroizmi apo thjesht një luftë e dëshpëruar për mbijetesë? Kjo listë, e njohur më vonë si lista e zezë e janarit, u zbulua në rrethana të çuditshme. Ishte fundi i janarit të vitit 1974, pak ditë para se Balluku të arrestohej zyrtarisht. Një nga anëtarët e grupit Alfa, po ai grup sekret i 12 personave që e dinin gjithçka për Enverin, ishte në detyrë në zyrën personale të diktatorit. Enveri kishte dalë për një takim të shkurtër dhe ky oficer, duke bërë kontrollin e zakonshëm të sigurisë, vuri re se një sirtar i vogël në tavolinën e punës së Enverit ishte mbetur i hapur, një gjë e pazakontë, sepse Enveri ishte gjithmonë shumë i kujdesshëm për të mbyllur çdo gjë. Kurioziteti, ose ndoshta instinkti i mbijetesës, e shtyu oficerin të shikonte brenda. Atje, midis dokumenteve të tjera, ai pa një copë letre të palosur. Kur e hapi, zemra i ngriu. Ishte një listë emrash të shkruara me shkrim dore të Enverit, një shkrim që oficeri e njihte mirë, sepse e kishte parë në mira dokumente. 15 emra. Dhe emri i parë në listë ishte Beqir Balluku. Emrat e tjerë ishin të gjithë njerëz të lidhur me Ballukun, oficer që punonin nën miq të vjetër nga vitet e luftës, madje edhe disa anëtar të familjes së tij të zgjeruar. Por ajo që e bëri këtë listë veçanërisht të frikshme nuk ishin vetëm emrat. Ishte ajo që ishte shkruar pranë çdo emri. Pranë disa emrave, Enveri kishte shkruar arrest. Pranë të tjerëve, internime. Por pranë 5 emrave, duke përfshirë atë të Ballukut, ai kishte shkruar një fjalë të vetme, të nënvizuar 2 herë, eliminim. Nuk kishte nevojë për interpretim. Kuptimi ishte i qartë. Oficeri e fotografoi listën me një kamerë të vogël që mbante gjithmonë me vete, një pajisje që grupi Alfa e përdorte për të dokumentuar çdo gjë që mund të ishte e rëndësishme. Pastaj e palos letrën saktësisht si e kishte gjetur, e vendosi në sirtar dhe e mbylli. Kur Enveri u kthye, asgjë nuk dukej e ndryshuar. Por oficeri e dinte se kishte parë diçka që nuk duhej të kishte parë, diçka që mund ta kushtonte jetën nëse zbulohej. Atë natë, ai thiri një mbledhje sekrete të grupit Alfa. Nuk ishin të gjithë 12, vetëm ata që ai i besonte më shumë, vetëm ata që ai e dinte se nuk do ta tradhtojnë. Ai u tregoi atyre për listën. Ai u tregoi fotografinë. Dhe ai u tha atyre se kishin një zgjedhje për të bërë, të heshnin dhe të prisnin të shihnin se çfarë do të ndodhte, ose të vepronin. Por çfarë mund të bënim, thot një nga oficerët që ishte në atë mbledhje, duke folur për herë të parë për këtë ngjarje. Ne nuk mund ta ndalonim Enverin. Ai ishte diktatori. Ai kishte pushtetin absolut. Nëse ne do të përpiqeshim ta paralajmëronim Ballukun, ne do të arrestoheshim menjëherë. Nëse ne do të përpiqeshim të bënim diçka për ta ndaluar atë që po vinte, ne do të bëheshim të ardhshmit në listë. Kështu që ne bëm atë që shumica e njerëzve bëjnë në një situatë të tillë, ne heshtëm. Dhe kjo heshtje na ka ndjekur për 50 vjet. Por jo të gjithë heshtën. Sipas disa burimeve që kanë dalë vite më vonë, një nga anëtarët e grupit Alfa, identiteti i të cilit mbetet i panjohur edhe sot, mori një vendim të guximshëm dhe të rrezikshëm. Ai vendosi të paralajmërojë Ballukun. Jo drejt për drejt, kjo do të kishte qenë shumë e rrezikshme. Por në mënyrë indirekte, nëpërmjet një mesazhi të koduar. Në fillim të shkurtit, Balluku mori një letër anonime në shtëpinë e tij. Letra ishte e shkurtër, vetëm disa rreshta, generali duhet të jetë i kujdesshëm. Stuhia po vjen. Ata që mendojnë se janë të sigurt janë në rrezikun më të madh. Nuk kishte nënshkrim, nuk kishte asnjë tregues se kush e kishte dërguar. Balluku e tregoi letrën për gruan e tij. Ajo e këshilloi të ishte më i kujdesshëm, të mos fliste aq hapur në mbledhje, të mos shkruante më raporte kritike. Por Balluku, me atë kokfortësi që e kishte karakterizuar gjithë jetën e tij, refuzoi. Unë nuk kam bërë asgjë të gabuar, i tha ai gruas së tij. Unë kam shërbyer këtë vend për 30 vjet. Unë kam qenë besnik ndaj partisë, ndaj Enverit, ndaj popullit. Nëse dikush mendon se unë jam armik, le të vijë dhe të më thotë në sy. Unë nuk do të fshihem. Unë nuk do të hesh.
Kjo ishte Beqir Balluku, një njeri I parimeve, një njeri që besonte se e vërteta do të triumfonte, se drejtësia do të bëhej, se besnikëria e tij do të njihej. Por ai nuk e kuptoi se po jetonte në një sistem ku e vërteta nuk kishte rëndësi, ku drejtësia ishte ajo që diktatori thoshte se ishte, ku besnikëria e kaluar nuk të mbrojte nga paranoja e së tashmes. Dhe kështu, pak javë më vonë, kur Balluku u arrestua, kur ai u çua në burg, kur ai u gjykua dhe u dënua, ai ende nuk mund ta besonte se kjo po ndodhte. Në procesin e tij, një proces I mbyllur, ku vetëm disa persona të zgjedhur me kujdes ishin të pranishëm, ai vazhdoi të mohonte akuzat. Ai tha se nuk kishte planifikuar asnjë puç, se nuk kishte rekrutuar asnjë bashkëpunëtor, se nuk kishte pasur kontakte me fuqi të huaja. Ai tha se raportet e tij ishin thjesht analiza profesionale, se shqetësimet e tij ishin legjitim, se ai kishte vepruar gjithmonë në interesin më të mirë të vendit. Por askush nuk po dëgjonte. Gjyqtarët kishin marrë udhëzimet e tyre. Vendimi ishte marrë para se procesi të fillonte. Dhe në fund, Balluku u shpall fajtor për tradhtin ndaj Adheut, për përpjekje për të rrëzuar pushtetin popullor, për bashkëpunim me armiqtë e vendit. Dënimi, vdekja. Kur dëgjoi vendimin, Balluku mbeti në heshtje për një moment. Pastaj, sipas një nga gardianët që ishte I pranishëm, ai tha diçka që askush nuk e kishte pritur. Ai nuk u lut për mëshirë. Ai nuk kërkoi falje. Ai thjesht tha, historia do të më gjykojë. Dhe historia do të tregoj se kush kishte të drejtë. Pastaj ai u kthye dhe u largua nga salla e gjyqit me kokën lart, me shpinën të drejtë, me dinjitetin e një ushtaraku që kishte shërbyer vendin e tij me ndershmëri dhe që nuk do të përulej as në momentin e fundit. Por a kishte Balluku të drejtë? A do ta gjykojë historia atë ndryshe nga sa e gjykoi Enveri? Kjo është pyetja që ne po përpiqemi të përgjigjemi edhe sot, dekada pas vdekjes së tij. Dhe përgjigjja nuk është e thjeshtë, sepse historia nuk është e thjeshtë. Historia është e ndërlikuar, e shumë stresore, plot me nuanca dhe kontradikta. Ajo që dim me siguri është kjo, Beqir Balluku nuk ishte një tradhtar në kuptimin tradicional të fjalës. Ai nuk po punonte për një fuqi të huaj. Ai nuk po planifikonte të rrëzonte qeverinë për të marrë pushtetin për vete. Ai ishte thjesht një profesionist që po përpiqej të bënte punën e tij, që po shite se vendi po shkonte në drejtimin e gabuar dhe që po përpiqej në mënyrat e tij të kufizuara të bënte diçka për këtë. Por a ishte ai plotësisht I pafajshëm? Kjo është një pyetje më e vështirë. Sepse në një diktaturë çdo kritik, çdo dyshim, çdo përpjekje për të ndryshuar kursin mund të shihet si një formë e rezistencës, si një formë e kundërshtimit. Dhe në këtë kuptim, ndoshta Balluku ishte fajtor, jo për atë që Enveri akuzoi, por për diçka më të thjeshtë dhe më njerëzore, për të pasur guximin të mendojë me kokën e tij, për të pasur integritetin të flasë të vërtetën, për të pasur dinjitetin të mos u përkul para një diktatori që po humbte kontrollin mbi realitetin. Dhe nëse kjo është krimi I tij, atëherë ne të gjithë duhet të shpresojmë se do të jemi po aq fajtor, nëse do të gjendemi ndonjëherë në një situatë të ngjashme. Sepse të qenit I ndershëm në një botë të gënjeshtrës, të qenit I drejtë në një botë e padrejtësisë, të qenit I guximshëm në një botë frike, këto nuk janë krime. Këto janë virtytet më të larta që një njeri mund të ketë. Dhe nëse një sistem të dënon për këto virtyte, atëherë problemi nuk është te ti, problemi është te sistemi. Për herë të parë në 35 vjet, njeriu që ishte përgjegjës për sigurinë personale të Enver Hoxhës pranon të flasë para kamerave. Ajo që na tregon për javët e fundit të regjimit do të rrëzojë gjithçka që mendoni se dini. Nga bisedat private midis Enverit dhe bashkëpunëtorëve të tij, te planet e dëshpëruara të arratisjes, te momenti kur ata kuptuan se gjithçka kishte mbaruar. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pezull. Ky oficer, I cili tani jeton në një fshat të vogël pranë Shkodrës dhe kërkon të mbetet anonim për shkak të frikës për pasardhësit e tij, ishte një nga ata pak njerëz që e dinin gjithçka, çdo sekret, çdo dobësi, çdo plan emergjence që Enveri kishte përgatitur për ditën kur gjithçka do të shkatërrohej. Dhe ajo që ai na tregon sot, për herë të parë, është një histori që nuk gjendet në asnjë libër historie, në asnjë arkiv zyrtare, në asnjë dokument të deklasifikuar. Është historia e asaj që ndodhi vërtet në ditët pas ekzekutimit të Beqir Ballukut, kur Enveri kuptoi se kishte bërë një gabim që do ta ndiqte deri në varr. Ishte fundi I dhjetorit të vitit 1975, 6 muaj pas ekzekutimit të Ballukut.
Enveri ishte në vilën e tij private në Durrës, një vend ku ai shkonte kur donte të ishte larg Tiranës, larg presionit të pushtetit, larg syve të gjithë atyre që po e shikonin, po e gjykonin, po e prisnin të bënte një gabim. Ishte një natë e ftohtë dimri, deti po ulërinte jashtë dhe Enveri ishte i vetëm në studion e tij, një dhomë të vogël me dritare që shikonin drejt detit, me raftet plot libra që ai nuk i lexonte më, me një tavolinë të mbushur me dokumente që ai nuk i shqyrtonte më me të njëjtën vëmendje si më parë. Unë isha në dhomën ngjitur, tregon oficeri, zëri duke u thyer nga emocionet. Dhe papritur dëgjova një zë, jo një britm, por një lloj pshertim, një tingull që nuk e kisha dëgjuar kur nga ai njeri. Hapa derën dhe e pash Enverin ulur në karrigen e tij, kokën në duar, trupin duke u dridhur. Në fillim mendova se ishte një sulm zemre, se diçka kishte ndodhur me shëndetin e tij. Por kur u afrova, kuptova se ai po qante. Enver Hoxha, diktatori i Shqipërisë, njeriu që kishte urdhëruar ekzekutimin e qindra njerëzve, po qante si një fëmijë. Oficeri u ngurua, duke mos ditur nëse duhej të hynte ose të largohej. Por Enveri e pa atë dhe, në vend që të zemërohej për shkeljen e privatësisë së tij, ai i bëri shenjë të afrohej. Eja këtu, i tha Enveri, zëri i thyer. Eja dhe më thuaj, a bëra gabim? A ishte Balluku vërtet tradhtar, apo e shkatërrova një njeri të pafajshëm? Oficeri nuk dinte çfarë të thoshte. Çfarë mund t'i thoje diktatorit që sapo kishte ekzekutuar një nga gjeneralet më të shuar të vendit? Se po, ai kishte bërë gabim. Se jo, Balluku nuk ishte tradhtar. Se gjithë ajo histori e komplotit ishte një fabrikim i paranojës së tij? Unë heshtova, thot oficeri. Dhe Enveri e kuptoi heshtjen time. Ai u ngrit nga karriga, shkoi te dritarja, shikoi drejt detit për një kohë të gjallë. Pastaj tha diçka që nuk do ta harroj kurrë, kur je në pushtet, çdo vendim që merr duket i drejtë në atë moment. Por pastaj, kur nata vjen, kur je i vetëm, kur askush nuk të shikon, fillon të pyesësh veten. Dhe pyetjet nuk të lënë të flesh. Ai u kthye dhe më shikoi me sy që dukeshin shumë më të vjetër se mosha e tij. Balluku ishte një luftëtar i mirë, tha. Ai luftoi pranë meje. Ai derdhi gjak për këtë vend. Dhe unë e shkatërrova. Pastaj ai ul përsëri dhe më tha të largohesha. Kjo dëshmi është tronditse sepse na tregon diçka që historia zyrtare nuk e pranon kurrë, se edhe Enveri, në momentet e tij më private, kishte dyshime, kishte pendime, kishte momente kur e kuptonte se kishte shkuar shumë larg. Por këto momente nuk ndryshuan asgjë. Ato nuk e kthyen Ballukun në jetë. Ato nuk i shpëtuan familjen e tij nga vuajtja. Ato nuk e ndryshuan kursin e vendit. Sepse në një diktaturë, pendimet private të diktatorit nuk kanë asnjë vlerë. Ajo që ka vlerë janë veprimet publike. Dhe veprimet publike të Enverit ishin të qarta, Balluku ishte tradhtar dhe ai kishte marrë atë që meritonte. Por kjo natë në Durrës nuk ishte e vetmja herë që Enveri tregoi dyshime. Sipas oficerëve të tjerë që ishin afër tij në ato vite, ai filloi të ketë makthe, ëndra ku Balluku shfaqej para tij, jo si një akuzues, por si një pyetës i heshtur, duke e shikuar me ato sy që pyesnin, pse? Çfarë bëra unë që meritoja këtë? Enveri zgjohej nga këto ëndra i lagur me djers, duke thirrur për ilaçe, duke kërkuar që dikush të qëndronte me të derisa të zbardhte dita. Mjekët e tij filluan të shqetësoheshin. Gjendja e tij shëndetësore, që tashmë ishte e brish, po përkeqësohej. Presioni i gjakut ishte i paqëndrueshëm. Zemra e tij po jepte shenja lodhje. Dhe më shqetësuese, gjendja e tij mendore po bëhej gjithnjë e më e paqëndrueshme. Ai kishte momente kur dukej plotësisht normal, i qartë, i kontrolluar. Por pastaj kishte momente të tjera kur ai dukej i humbur, i hutuar, sikur nuk e dinte se ku ishte ose çfarë po ndodhte. Në një rast, në fillim të vitit 1976, Enveri thiri një mbledhje të byros politike dhe filloi të flasë për Ballukun sikur ai ishte ende gjallë. Ku është Balluku? Pyeti ai. Pse nuk është këtu? Ai duhet të jetë këtu për të diskutuar për çështjet ushtarake. Anëtarët e byros politike u shikuan me njëri tjetrin, të hutuar, të frikësuar. Askush nuk dinte çfarë të thoshte. Në fund, Hysni Kapo, një nga anëtarët më të vjetër, tha me kujdes, shoku Enver, Balluku nuk është më me ne. Ai u ekzekutua vitin e kaluar. Enveri e shikoi për një moment, sikur po përpiqej të kujtonte, pastaj tundi kokën dhe tha, po, sigurisht. Unë e di. Unë thjesht harrova për një moment.
Por a ishte kjo vërtet harres? Apo ishte diçka më e thellë, një mohim psikologjik, një përpjekje e mendjes së Enverit për të refuzuar të pranojë atë që ai kishte bërë? Mjekët nuk ishin të sigurt. Por ata e dinin se diçka kishte ndryshuar thellësisht në diktator. Ai nuk ishte më njeriu që kishte qenë. Ai po bëhej hije e vetvetes. Dhe ndërsa Enveri po luftonte me demonët e tij të brendshëm, vendi po vazhdonte të vuante nga politikat e tij. Bunkerët po ndërtoheshin ende, megjithse tani edhe ata që i ndërtonin e dinin se ishin të padobishëm. Ekonomia po përkeqësohej, me mungesë ushqimi, me mungesë energjie, me një standard jetese që po binte çdo vit. Njerëzit po vuanin, por askush nuk guxonte të fliste. Sepse historia e Ballukut kishte dërguar një mesazh të qartë: nëse një general, një hero i luftës, një njeri që kishte shërbyer për 30 vjet mund të shkatërrohej kaq lehtë, atëherë çfarë shprese kishte një qytetar i zakonshëm? Por ka edhe një dimension tjetër të kësaj historie që duhet të tregohet, dimensioni i atyre që mbetën pas. Familja e Ballukut, fëmijët e tij, gruaja e tij, të afërmit e tij, të gjithë ata vazhduan të vuanin për dekada pas ekzekutimit të tij. Ata u dërguan në internime, u detyruan të jetonin në kushte primitive, u mohuan të drejtat më bazike. Fëmijët e Ballukut u përjashtuan nga shkollat, u mohuan mundësitë për arsim të lartë, u detyruan të punonin në punë të rënda fizike që shkatëruan shëndetin e tyre. Një nga vajzat e Ballukut, e cila tani është në të 70-tat e saj dhe jeton në Tiranë, pranoi për herë të parë të flas për atë që përjetoi. Unë kisha 15 vjeç kur babai im u arrestua, thot ajo, lotët duke i rrjedhur nga sy. Një ditë ai ishte ministër i mbrojtjes, një hero, një njeri që të gjithë e respektonin. Ditën tjetër, ai ishte armik i popullit dhe ne ishim fëmijët e armikut. Gjithçka ndryshoi në një natë. Miqtë tanë nuk na flisnin më. Fqinjet na shmangnin. Në shkollë, mësuesit më trajtuan sikur isha e padukshme. Dhe më e keqja ishte se askush nuk na tha se çfarë kishte bërë babai im. Askush nuk na shpjegoi pse ai ishte armik. Ne thjesht u thuaj se ai kishte tradhtuar vendin dhe ne duhej të vuanim për këtë. Ajo përshkruan vitet që pasuan, vitet e internimit në një fshat të largët në jug, ku familja e saj u detyrua të jetonte në një shtëpi të vogël, të rënuar, pa ujë të rrjedhshëm, pa elektricitet për shumicën e kohës. Ajo përshkruan se si nëna e saj, gruaja e Ballukut, u përpoq të mbante familjen së bashku, të ushqente fëmijët, të ruante dinjitetin e tyre, megjithse çdo ditë ishte një luftë për mbijetesë. Ajo përshkruan se si vëllai i saj më i madh, i cili kishte qenë një student i shkëlqyer, u detyrua të braktiste shkollën dhe të punonte në një minier, ku shëndeti i tij u shkatërrua brenda disa vjetësh. Por ajo që më dhem më shumë, thot ajo, nuk është vuajtja fizike. Është padrejtësia. Babai im nuk kishte bërë asgjë të gabuar. Ai kishte shërbyer vendin e tij me ndershmëri. Ai kishte thënë të vërtetën. Dhe për këtë, ai u ekzekutua, dhe ne u dënuam të vuanim për gjithë jetën tonë. Si mund të jetë kjo e drejtë? Si mund të jetë kjo drejtësi? Këto janë pyetjet që nuk kanë përgjigje të kënaqshme. Sepse në një diktaturë, drejtësia nuk ekziston. Ekziston vetëm fuqia. Dhe ata që kanë fuqinë vendosin se çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar, se kush është hero dhe kush është tradhtar, se kush meriton të jetojë dhe kush meriton të vdesë. Por historia nuk përfundon me vuajtjen e familjes së Ballukut. Ajo vazhdon me atë që ndodhi me vetë Enverin në vitet që pasuan. Ai jetoi ende për gati 2 dekada pas ekzekutimit të Ballukut, por ato nuk ishin vite të lumtura. Ai u bë gjithnjë më i izoluar, gjithnjë më paranojak, gjithnjë më i frikësuar. Ai vazhdoi të eliminojë njerëz, jo me të njëjtën intensitet si në vitet e 70-tave, por mjaft për të mbajtur frikën gjallë, për t'u kujtuar të gjithëve se ai ishte ende në kontroll. Por kontrolli i tij ishte një iluzion. Vendi po shkatërrohej ekonomikisht. Izolimi ndërkombëtar po bëhej gjithnjë më i plodh. Njerëzit po vuanin gjithnjë më shumë. Dhe Enveri, në vilën e tij, i rrethuar nga gardian dhe mjek, po jetonte në një botë të veçantë, të shkëputur nga realiteti, duke besuar ende se ai ishte udhëheqësi i madh që po e çonte Shqipërinë drejt një të ardhmeje të shkëlqyer. Kur Enveri vdiq në vitin 1985, regjimi organizoi një funeral shtetëror të madh. Mijëra njerëz u detyruan të marshojnë në rrugët e Tiranës, të qajnë për humbjen e madhe, të shprehnin pikëllimin e thellë për vdekjen e shokut të dashur. Por sa prej tyre po qanin vërtet? Sa prej tyre po ndjeheshin të lehtësuar se fundi kishte ardhur?
Sa prej tyre po mendonin për të gjithë ata që Enveri kishte shkatëruar Ballukun dhe mira të tjerë si ai? Ne nuk do ta dim kurrë. Sepse në një diktaturë njerëzit mësojnë të fshehin ndjenjat e tyre të vërteta, të luajnë rolin që pritet prej tyre, të mbijetojnë duke qenë ajo që sistemi kërkon që ata të jenë. Dhe kjo është ndoshta dëmi më i madh që një diktaturë i bën një populli. Ajo e mëson atë të gënjej, të fsheh, të mos besoj askënd, madje as veten. Imagjinoni një vend të vogël me pak më shumë se 2 milion banor që vendos të ndërtoj 673.000 bunker betoni. Jo qindra. Jo mira. Por qindra mira. Bunker në male, bunker në fusha, bunker në plazhe, bunker në qytete. Bunker kudo. Dhe tani, dekada pas rënies së regjimit, këto bunker qëndrojnë ende, monumente të një çmendurie kolektive, të një vizioni që ishte aq i shkëputur nga realiteti sa duket pothuajse surreal. Por çfarë nuk dim shpesh është se këto bunker kanë një histori të fshehur, një histori që lidhet drejt për drejt me rënien e Beqir Ballukut. Sepse pas ekzekutimit të generalit, Enveri urdhëroi që ndërtimi i bunkerëve të përshpejtohej, të intensifikohej, të bëhej prioriteti absolut i vendit. Ishte sikur ai po përpiqej të provonte diçka, ndoshta për veten, ndoshta për historinë, se ai kishte pasur të drejtë, se Balluku kishte gabuar, se bunkerët ishin të nevojshëm. Por realiteti ishte i ndryshëm. Çdo bunker që ndërtoi ishte një provë e gabimit të Enverit, jo e saktësisë së tij. Çdo milion lekë që shkonte për beton ishte 1 milion lekë që nuk shkonte për ushqim, për shëndetësi, për arsim, për gjërat që njerëzit kishin vërtet nevojë. Dhe çdo punëtor që lëndoi ose vdiste gjatë ndërtimit të këtyre strukturave të padobishme ishte një viktime më shumë e obsesionit të një diktatori që kishte humbur kontrollin mbi realitetin. Ka një histori të veçantë që ilustron këtë çmenduri më mirë se çdo statistikë. Në vitin 1977, 2 vjet pas ekzekutimit të Ballukut, një fshat i vogël në jug të Shqipërisë, një fshat me vetëm 150 banor, mori urdhër të ndërtonte 20 bunker. 20 bunker për 150 njerëz. Kjo do të thotë një bunker për çdo 7.5 persona, duke përfshirë fëmijët, të moshuarit, të sëmurët. Kryetari i fshatit, një burr i moshuar që kishte luftuar në luftën partizane, u përpoq të protestonte. Ai shkoi te zyrtarët e rrethit dhe u tha se fshati nuk kishte burimet për të ndërtuar kaq shumë bunker, se njerëzit kishin nevojë për ushqim, jo për beton, se kjo ishte një humbje e tmerrshme e kohës dhe energjisë. Por zyrtarët i thanë se urdhri vinte nga lart, nga vetë Tirana, dhe se nuk kishte hapësirë për diskutim. Nëse fshati nuk ndërtonte bunkerët, kryetari do të akuzohej për sabotazh. Kështu që fshati ndërtoi bunkerët. Burrat, gratë, madje edhe fëmijët mbi 12 vjeç, të gjithë u mobilizuan. Ata punuan për muaj të tërë, duke përzier beton me duar, duke e transportuar në shpinë, duke e derdhur në kallpe të vogla. Dhe në fund, 20 bunker u ngritën në kodrat rreth fshatit, 20 struktura betoni që nuk do të përdoreshin kurrë, që do të qëndronin atje për dekada si monumente të një çmendurie që askush nuk mund ta kuptonte. Por kostoja nuk ishte vetëm në kohë dhe energji. Gjatë ndërtimit, një djalë i ri, vetëm 16 vjeç, ra nga një skelë dhe theu shtylla kurrizore. Ai mbeti i paralizuar për pjesën tjetër të jetës së tij. Familja e tij mori një kompensim prej 500 lekësh, ekuivalenti i një muaji pagë për një punëtor, dhe u kërkua të nënshkruante një dokument ku premtonte të mos fliste për aksidentin. Dhe fshati vazhdoi të ndërtonte bunker, sepse kjo ishte ajo që sistemi kërkonte, sepse kjo ishte ajo që Enveri donte, sepse askush nuk guxonte të thoshte se perandori ishte lakuriq. Kjo histori nuk është unike. Ka qindra, ndoshta mijëra histori të ngjashme nga të gjithë Shqipëria, fshatra që ndërtuan bunker që nuk u nevojitën kurrë, punëtor që u lënduan ose vdiqën për një vizion që ishte i çmendur që në fillim, familje që vuajtën për shkak të një obsesioni që nuk kishte asnjë bazë në realitet. Dhe të gjitha këto vuajtje, të gjitha këto humbje mund të ishin shmangur nëse Enveri kishte dëgjuar Ballukun, nëse ai kishte pranuar se generali kishte të drejtë, se bunkerët ishin një humbje e burimeve, se vendi kishte nevojë për një drejtim të ndryshëm. Por Enveri nuk dëgjoi. Dhe çmimi u pagua nga njerëzit e zakonshëm, nga punëtorët që ndërtuan bunkerët, nga familjet që humbën të dashurit e tyre, nga fëmijët që u privuan nga mundësitë që ata meritonin. Dhe Balluku, njeriu që kishte përpjekur të ndalonte këtë çmenduri, u ekzekutua për tradhti. Ka një ironi të hidhur në të gjithë këtë. Sot, dekada pas rënies së regjimit, bunkerët janë bërë një lloj atraksioni turistik.
Vizitorët e huaj vinë në Shqipëri dhe fotografojnë këto struktura të çuditshme, duke pyetur se çfarë ishin ato, pse u ndërtuan, çfarë mendonin njerëzit që i ndërtuan. Dhe shqiptarët, veçanërisht gjeneratat e reja që nuk jetuan në diktaturë, shpesh i shohin ato me një lloj humori të zi, si simbole të një kohe që duket kaq e largët, kaq absurde, sa është e vështirë të besosh se ishte reale. Por për ata që jetuan atë kohë, për ata që ndërtuan ato bunker, për ata që humbën të dashurit e tyre gjatë ndërtimit, për ata që vuajtën për shkak të obsesionit të Enverit, bunkeret nuk janë një shaka. Ato janë një kujtesë e dhimbshme e një kohe kur jeta e njeriut kishte më pak vlerë se një copë betoni, kur e vërteta ishte e ndaluar, kur të folurit kundër çmendërisë do të kishte kuptuar vdekjen. Dhe Beqir Balluku, njeriu që guxoi të flasë, që guxoi të thoshte se perandori ishte lakuriq, që guxoi të vinte në dyshim vizionin e diktatorit, pagoi çmimin më të lartë. Por a ishte ai i vetmi? Jo. Çmimi u pagua nga i gjithë vendi, nga çdo familje që vuajti, nga çdo fëmijë që u privua nga e ardhmja, nga çdo njeri që jetoi në frikë dhe në varfëri për shkak të një sistemi që vlerësonte pushtetin mbi njerëzit. Dhe kjo është mësimi i vërtetë i historisë së Beqir Ballukut, se kur një shoqëri lejon që një person të ketë pushtet absolut, kur ajo lejon që e vërteta të heshtet, kur ajo lejon që frika të bëhet mënyra e jetesës, atëherë të gjithë vuajnë. Jo vetëm ata që ekzekutohen, por edhe ata që mbijetojnë. Sepse të jetosh në një diktaturë është të jetosh në një burg të madh, ku muret janë të padukshme por po aq reale, ku çdo ditë është një luftë për të ruajtur dinjitetin, për të mbajtur shpresën, për të mos harruar se dikur, para se frika të sundonte, njerëzit kishin ëndëra, kishin shpresa, kishin besim se e ardhmja mund të ishte më e mirë se e tashmja. Në sejfin personal të diktatorit u gjet një listë e shkruar me dorë. Nuk ishte një listë blerjesh, por një listë ekzekutimi. 15 emra të gjeneralëve dhe të afërmve që duhej të eliminoheshin pas festave. Kjo copë letre shpjegon gjithçka. Kur gjeneralet pan listën, kuptuan, ose ai, ose ne. A ishte tradhtia e tyre një akt heroizmi apo thjesht një luftë e dëshpëruar për mbijetesë? Por historia e kësaj liste nuk përfundon me zbulimin e saj. Ajo vazhdon me atë që ndodhi me njerëzit që ishin në të, ata që mbijetuan dhe ata që nuk mbijetuan. Dhe ajo vazhdon me pyetjen që na ndjek edhe sot, nëse ti do të ishe në atë listë, çfarë do të kishe bërë? Do të kishe pritur të vdisje, apo do të kishe luftuar për të mbijetuar, edhe nëse kjo do të kishte kuptuar të tradhtoje dikë që dikur e konsideroje shok? Pas ekzekutimit të Ballukut, Enveri vazhdoi të përdorte listën. Emrat e tjerë në të u arrestuan njëri pas tjetrit. Disa u ekzekutuan. Të tjerët u dënuan me burgim të gjatë. Disa u dërguan në kampe pune ku kushtet ishin kaq të këqija sa shumë prej tyre vdiqën brenda disa vjetësh. Dhe familjet e tyre, bashkëshortet, fëmijët, prindërit, vëllezërit dhe motrat, të gjithë u dënuan të vuanin për krimin e të afërmit të tyre. Por ka një emër në atë listë që nuk u arrestua kurrë, një emër që mbijetoi dhe që jetoi për të parë rënien e regjimit. Ky njeri, i cili tani është në të 80-tat e tij dhe jeton jashtë Shqipërisë, pranoi për herë të parë të flasë për atë që ndodhi. Unë e pash listën, thot ai, zëri duke u dridhur. Një nga anëtarët e grupit Alfa ma tregoi në fshehtësi, duke më paralajmëruar se emri im ishte atje, se unë isha i ardhshmi. Ai më tha se kisha vetëm një zgjedhje, të aratistesha ose të vdisja. Ky njeri zgjodhi të aratiset. Por aratisja nga Shqipëria e Enver Hoxhës nuk ishte e lehtë. Kufit ishin të mbyllur. Deti ishte i patrulluar. Çdo përpjekje për të ikur konsiderohej tradhti dhe dënohej me vdekje. Por ai kishte një avantazh, ai e njihte sistemin nga brenda, ai e dinte se si funksiononte sigurimi i shtetit, ai e dinte se ku ishin dobësitë. Unë planifikova për muaj të tërë, thot ai. Unë mblodha informacion, krijova kontakte, gjeta njerëz që ishin të gatshëm të më ndihmonin, jo sepse më donin, por sepse ata vetë kishin frikë, sepse ata e dinin se mund të ishin të ardhshmit në listë. Dhe një natë të janarit të vitit 1976, unë ika. Unë kalova kufirin në mal, në errësirë, duke ecur për orë të tëra në përbor dhe akull. Dhe kur arriti në anën tjetër, kur kuptova se isha i lirë, ra në gjunjë dhe qava, jo nga gëzimi, por nga turpi. Sepse unë kisha mbijetuar duke tradhtuar të tjerët, duke lënë pas familjen time, duke braktisur vendin tim. Kjo dëshmi na çonte një nga pyetjet më të vështira që historia e diktaturave na paraqet. Çfarë është heroizmi në një sistem ku mbijetesa kërkon tradhtim? A është hero ai që qëndron dhe vdes për parimet e tij, si Balluku?
Apo është hero ai që aratiset dhe jeton për të treguar historinë, si ky njeri? A ka një përgjigje të drejtë? Ndoshta jo. Ndoshta në një diktaturë nuk ka zgjedhje të mira. Ka vetëm zgjedhje të këqija dhe zgjedhje edhe më të këqija. Dhe çdo njeri duhet të bëjë zgjedhjen që ai mund të jetojë me të, duke ditur se çfarëdo që zgjedh, do të ketë pasoja që do ta ndjekin për pjesën tjetër të jetës së tij. Por ka edhe një dimension tjetër të kësaj historie që duhet të tregohet, dimensioni i atyre që nuk ishin në listë, por që vuajtën gjithsesi. Sepse në një diktaturë nuk duhet të jesh në një listë për të qenë viktimë. Mjafton të jesh në vendin e gabuar në kohën e gabuar, të thuash fjalën e gabuar, të shikosh personin e gabuar, të mendosh mendimin e gabuar. Pas rënies së Ballukut, një val frike përfshiu gjithë vendin. Njerëzit filluan të vetë censuroheshin, të mos flasin për politikë, të mos shprehin dyshime, të mos bëjnë pyetje. Fqinjet filluan të spiononin fqinjet. Kolegët filluan të raportojnë kolegët. Madje edhe brenda familjeve, njerëzit filluan të ishin të kujdesshëm për atë që thonin, sepse askush nuk dinte se kush po dëgjonte, kush po raportonte, kush mund të ishte informatori i ardhshëm i sigurimit. Kjo është ndoshta dëmi më i madh që një diktaturë i bën një shoqërie, ajo e shkatëron besimin. Ajo e bën të pamundur që njerëzit të besojnë njëri tjetrin, të ndajnë mendimet e tyre të vërteta, të ndërtojnë marrëdhënie të sinqerta. Dhe kur besimi zhduket, ajo që mbetet është një shoqëri e fragmentuar, e izoluar, ku çdo njeri është një ishull, ku çdo familje është një fortesë e vogël që përpiqet të mbijetojë në një det armiqësie dhe dyshimi. Dhe kjo është trashëgimia e vërtetë e Enver Hoxhës, trashëgimia që vazhdon të ndikojë Shqipërinë edhe sot, dekada pas rënies së regjimit. Sepse besimi nuk rikonstruktohet lehtë. Ai kërkon kohë, kërkon përpjekje, kërkon që njerëzit të jenë të gatshëm të rrezikojnë, të hapen, të besojnë përsëri. Dhe për shumë shqiptar, veçanërisht ata që jetuan në diktaturë, kjo është ende një sfidë e vështirë. Çfarë ndodhi pas rënies së regjimit? Kur Enveri vdiq në vitin 1985, shumë shqiptarë shpresonin se do të vinte një ndryshim i shpejtë, se vendi do të hapej, se e vërteta do të dilte në dritë. Por ndryshimi erdhi ngadalë, shumë ngadalë. Regjimi vazhdoi nën Ramiz Alia, pasardhësi i Enverit, për gati 5 vjet të tjerë. Dhe vetëm në vitin 1991, kur Bashkimi Sovjetik kishte rënë tashmë, kur gjithë Europa lindore kishte ndryshuar, Shqipëria filloi të hapej. Familja e Beqir Ballukut u lirua nga internimi. Ata u kthyen në Tiranë, në një qytet që kishte ndryshuar shumë, por që ende mbante gjurmët e diktaturës. Ata kërkuan rehabilitimin e Ballukut, kërkuan që emri i tij të pastrohej, që historia e tij të tregohej. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, kjo filloi të ndodhte. Në vitin 1995, Beqir Balluku u rehabilitua zyrtarisht. Gjykata Supreme e Shqipërisë shpalli se ai kishte qenë i pafajshëm, se akuzat kundër tij kishin qenë të fabrikuara, se ai kishte qenë viktimë e një padrejtësie të tmerrshme. Por a ishte kjo mjaft? A mund të kompensonte kjo për 20 vjet vuajtje të familjes së tij? A mund të kthente kjo Ballukun në jetë? Natyrisht që jo. Por ishte një fillim. Ishte një njohje se diçka e tmerrshme kishte ndodhur, se një njeri i pafajshëm kishte vuajtur, se sistemi kishte qenë i gabuar. Dhe kjo njohje, megjithse e vonuar, ishte e rëndësishme. Sot, dekada pas rehabilitimit të tij, Beqir Balluku është kujtuar si një nga viktimat më të shuara të diktaturës së Enver Hoxhës. Libra janë shkruar për të. Dokumentar janë bërë. Emri i tij është përmendur në shkolla, në universitete, në diskutime për historinë e Shqipërisë. Por pyetja mbetet, a e dim vërtet të gjithë historinë? A kemi akses në të gjitha dokumentet? A kanë folur të gjithë dëshmitarët? Përgjigjja është jo. Shumë dokumente mbeten të klasifikuara. Shumë dëshmitar kanë vdekur pa folur. Shumë sekrete janë varrosur me ata që i dinin. Dhe kjo është arsyeja pse historia e Beqir Ballukut mbetet një histori e paplot, një histori me vrima, me pyetje të papërgjigjura, me mistere që ndoshta nuk do të zgjidhen kurrë. Por ndoshta kjo është mënyra se si historia funksionon. Ndoshta ne nuk duhet të dimë gjithçka. Ndoshta ajo që është e rëndësishme nuk janë detajet e sakta të asaj që ndodhi, por mësimet që ne mësojmë nga ajo që dimë. Dhe mësimet e historisë së Beqir Ballukut janë të qarta, se diktatura shkatëron jo vetëm ata që i kundërshtohen hapur, por edhe ata që heshtin, edhe ata që bashkëpunojnë, edhe ata që thjesht përpiqen të mbijetojnë.
Se e vërteta, nëse heshtet për mjaft kohë, bëhet e vështirë për t'u gjetur. Se drejtësia, nëse vonohet për mjaft kohë, bëhet pothuajse e pamundur për t'u arritur. Por ka edhe një mësim tjetër, një mësim më shpresëdhënës, se edhe në errësirën më të thellë, ka njerëz që guxojnë të flasin, që guxojnë të qëndrojnë për atë që besojnë, që guxojnë të paguajnë çmimin për integritetin e tyre. Beqir Balluku ishte një nga këta njerëz. Ai nuk ishte i përsosur. Ai bëri gabime. Por ai kishte guximin të thoshte të vërtetën kur të tjerët heshtnin. Dhe për këtë, ai meriton të kujtohet, jo si një tradhtar, por si një hero, jo një hero i luftës, por një hero i ndërgjegjes, një njeri që zgjodhi integritetin mbi mbijetesën, që zgjodhi të vërtetën mbi sigurinë. Dhe ndoshta kjo është pyetja që secili prej nesh duhet t'i bëj vetes, nëse ne do të gjendeshim në pozicionin e Ballukut, nëse ne do të shihnim se diçka e gabuar po ndodhte, nëse ne do të dinim se të folurit mund të na kushtonte gjithçka, çfarë do të bënim? Do të flisnim, apo do të heshnim? Do të qëndronim për atë që besonim, apo do të përkuleshim për të mbijetuar? Këto janë pyetjet që historia e Beqir Ballukut na lë. Dhe këto janë pyetjet që secili prej nesh duhet të përballet me to, jo vetëm kur lexojmë për të kaluarën, por edhe kur jetojmë në të tashmen, kur shohim padrejtësi, kur shohim abuzim me pushtetin, kur shohim të vërtetën duke u heshtuar. Sepse historia nuk është vetëm për të kaluarën. Ajo është edhe për të tashmen dhe për të ardhmen. Dhe nëse ne nuk mësojmë nga gabimet e së kaluarës, nëse ne nuk kujtojmë viktimat e diktaturave, nëse ne nuk nderojmë ata që guxuan të flasin, atëherë ne rrezikojmë të përsërisim të njëjtat gabime, të krijojmë të njëjtat padrejtësi, të lejojmë të njëjtën errësirë të kthehet. Dhe kjo është arsyeja pse historia e Beqir Ballukut është ende e rëndësishme sot, dekada pas vdekjes së tij. Sepse ajo na kujton se çmimi i heshtjes është gjithmonë më i lartë se çmimi i të folurit, se çmimi i bashkëpunimit me të keqen është gjithmonë më i lartë se çmimi i rezistencës ndaj saj, se çmimi i humbjes së integritetit ton është gjithmonë më i lartë se çmimi i humbjes së çdo gjëje tjetër. Beqir Balluku pagoi çmimin më të lartë për integritetin e tij. Por ai la pas një trashëgimi që vazhdon të frymëzoj, të sfidoj, të na bëj të mendojmë për atë që do të thotë të jesh njeri në një botë ku pushteti shpesh triumfon mbi drejtësinë, ku frika shpesh triumfon mbi guximin, ku gënjeshtra shpesh triumfon mbi të vërtetën. Dhe ndoshta, në fund, kjo është fitoria e tij e vërtetë, jo se ai mundi enverin, ai nuk e bëri, por se ai refuzoi të mundej nga ai. Ai refuzoi të heshte. Ai refuzoi të përkulej. Ai refuzoi të tradhtonte atë që besonte. Dhe për këtë, ai do të kujtohet gjithmonë, jo si një viktim, por si një shembull i asaj që do të thotë të jesh vërtet i lirë, edhe kur jeton në një burg. Të nderuar telespektator, nëse keni ndjekur këtë histori tragjike deri në fund, shkruani në komente nga cili qytet jeni. Na është e rëndësishme të dimë se ku Beqir Balluku ende kujtohet. Dhe abonohuni në kanal për të mos humbur të